Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë të njëjtë dhe të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të njëjtëve mbetemi tek aktualiteti politik në vend. Sot ka patur dhe një kryengjarje në fakt që do të mbetet dhe do ta ketë jehonën besoj për një kohë gjatë në politikën shqiptare. Belinda Balluku, përveç se është marrë pandehur, ndaj saj sot ka dalë edhe një masë sigurie për cilën do të flasim më tej në emision. Kam ftuar avokatin Leonard Karaj, avokat kënaqësi që të kam. Mirë, faleminderit. Drejtorin e portalit Alfa Press, Poli Hoxha. Poli. Mirë të gjithë. Mirë se erdhe. Denis Minga, koleg gazetar pranë Report TV-s. Denis, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, Redi. Dhe i fundit Almer Toska, por jo nga rëndësia, Almer, drejtori i portalit Timoni.al, një nga, le të themi, protagonistët luftës politike kundër Belinda Ballukut. Avokat, do ta nisim për ta kuptuar nga pikpamja juridike. Sot SPAK ka marrë një vendim për Belinda Ballukun, do doja të dija nga ju gjykat, më falni, GOA ka marrë një vendim, do doja të dija nga ju çfarë është ky vendim, si ta lexojmë dhe çfarë do të prodhojë. SPAK-u ka kërkuar, ka bërë një kërkesë në GKK në lidhje me një masë shtrënguese, ato të parashikuar kodin e procedurës penale, të cilat është e para njëherë bllokimi i pasaportës, pra mos lejimi të zonjës Balluku që të udhtojë jashtë Shqipërisë dhe pezullimi nga detyrat. Ka pasur një lloj kakofonie në lidhje me pezullimin e saj nga detyra, sepse në nenin 242 pika 2 e këtij neni saktësohet që personat të cilët janë të zgjedhur, ndaj personave të cilët nuk mund të ushtrohet pezullim nga detyra. Dhe kjo ka hasur një lloj debati nëse zonja nga detyra si zëvendës kryeministër, Po prit pra. Ligji thot vetëm kështu, nuk mund të pozullohet nga detyra, nuk është se specifikon për pozicionin e punës në të cilin po flasim. Dakor. Okej, prandaj ky ka qenë ajo debati. Dhe ato duhet ta konsiderohet për shembull zëvendës kryeministri një person i zgjedhur apo një person i emëruar. Sepse ky debat nuk do bëheshe në rast se do ishte për shembull në rolin e kryebashkiakut. Kryebashkiaku është i zgjedhur, nuk pezullohet nga detyra, nuk ke mundësi ta pezullosh nga detyra. Kurse në rastin konkret, zonja Balluku është një person i emëruar. Po, jo i zgjedhur. Ajo është e zgjedhur si deputete. Kurse në emërimin e ka si zëvendës kryeministre dhe ministre. Pra pezullimi ka efekt. Çka ka ndodhur? Thjesht fakti domethënë që GKK-ja e ka bërë këtë lloj kakofonie për faktin se nuk dha një njoftim të saktë në lidhje me masën e sigurimit për zonjën Balluku. Faktin që se dha një gjë të tillë është edhe në suazën e jo të sekretit e timor, por të asaj çfarë përmban masa e sigurimit. Sepse do duhet të kalohen dhe 48 orë, sepse mbrenda 48 orëve pala tjetër në rastin konkret zonja Balluku ka të drejtën që ti drejtohet sërish gjykatës për verifikimin e kësaj mase, pra dhe SPAK-u, po edhe pala tjetër në rastin konkret të zonja Balluku, për verifikimin e kësaj mase, pra brenda 48 orëve, pra deri ditën e shtunë, dhe mbase mrapa, në qoftë se masa do ngelet në fuqi, ngelet vetëm apelimi i kësaj mase. Por, në momenti kur masa pas 48 orësh vendoset sërish nga gjykata, ajo ka efekt ekzekutimi. Pra nuk e pezullon, edhe sepse ti si person domethënë që e ankimon apo e apelon ato si çështje, ti i detyruar domethënë që të mos shkosh më në zyrë, pra pezullohesh nga detyra. Kështu që praktikisht deri ditën e shtunë, zonja Balluku do duhet që ta lejë zyrën gjithmonë duke prezumuar faktin që masa për zonjën Balluku deri ditën e shtunë do të jetë e sankcionuar zyrtarisht edhe nga vendimi i GKK-s. Që se ka dhënë GKK-ja, po them një tjetër, thjesht është zbatimi i saj. Çfarë paralajmëron një vendim i tillë? Domethënë në çpik të procedimit jemi. Do jetë një debat i gjatë. Pse tani? Se është vendim për herë të parë, është precedent, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Po se s'ka ndodhur ndonjëherë? Jo, nuk ka ndodhur me këtë. Prandaj ka qenë edhe sot gjithë ditën, domethënë edhe unë me Almerin kemi pasur një bisedë para 3-4 orësh, ku diskutojmë pikërisht këtë gjë. A do duhet pezulluar, s'duhet pezulluar, dhe kishte një lloj le të themi debati edhe mes juristësh, por është vendosur në këtë lloj mënyrë dhe kështu është, sepse është emëruar, nuk është e zgjedhur. Dhe e tjetra, tani ajo nëse besoj se do zgjatemi goxha në lidhje me këtë temë, po nga pjesa juridike, ajo që ka ndodhur me SPAK-un ose në rastin konkret me zonjën Balluku,
është ajo çka nuk kishte ndodhur ndonjëherë më përpara me SPAK-un në raport me një ministër. Që do të thotë për herë të parë, i futet me themeli një procedure, pra se në asnjëherë nuk kemi pasur, domethënë, le të themi hetim të një procedure tenderimi. Ti ke pasur me Ilir Beqen, pa i ka qenë koncesion, kontratë koncesionare, jo tenderim, apalt publik. Në rasti konkret, SPAK-u ka te kaluar veten e vet, duke shkuar drejt një procedure dhe i kanë marrë nga në bazë dhe të telefonatave dhe të përgjimit të telefonit apo dhe asaj çfarë kanë nxjerrë nga mesazhet e Erviz Berberi, që ta kam thënë pak shumë kohë përpara që telefoni i tij është një thesar i vërtet në raport me çështjet e zonjës Balluku. Zonja Balluku ka marrë jemi përballë prova të reja. Një provë të re e cila lidhet me lotin e 4 të Unazës. Po, lidhet me lotin e 4 të Unazës Madhe. Loti 4 të Unazës Madhe është loti që ka pjesën tek mbi Shkozë, mbi Dajt. Ajo që përuroj së fundmi... Jo, sa janë loti 5 dhe i 6. I 4-ti bëhet fjalë nga Shkoza deri në një për ato bëhet fjalë. Deri kinostudio. Pra është një krejt tjetër, nuk ka lidhje me llogaran. Dhe do ta shpjegoj më vonë se çfarë ka aty brenda në atë lloj tenderimi dhe tjetra, akoma dhe kjo. Dhe edhe këtë do ta shpjegoj më vonë, po ta them paraprakisht. SPAK-u është duke hetuar edhe një transfer bankare 50 milion euro të bërë drejt një banke niveli 2 në Austri, ku dyshohet se personi në fjalë këtë lloj pagese e ka marrë për hesap, po them unë, të zonjës Balluku. Pra këto janë tre pistat me të cilat zonja Balluku domethënë dhe nisu nga gjitha këto tre pista, duket sikur prap SPAK-u është duke e ledhatuar zonjën Balluku. Nëse do të diskutojmë. Poli. Çfarë po ndodh, Poli? Deri para disa javësh kemi qenë në këtë studio me avokatin dhe me tjerë që normalisht e vinin në dyshim një vendim të tillë të GJO-s. Si e vlerëson këtë moment nga të gjitha pikpamjet, duke qenë se do rish pak edhe unë e di që je i angazhuar? Atëre, duhet të kuptoj një gjë, domethënë, Redi më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë, pa merak. Atëre, shko si është historia. Historia e kësaj tani e relativizimit të shbërjes e kësaj loje politike nga të gjitha anët në SPAK-ut, unë mendoj domethënë se është bajatosur dhe i ka ardhur fundi. Rreth 2 javë më përpara erdhi drejtori, është një post politik shumë i fuqishëm në departamentin dhe asistent ndihmës sekretar zoti Fleming që erdhi në Tiranë dhe ndeti 2 orë në SPAK dhe takoi dhe nga 10 minuta takoi një pjesë nga opozita dhe disa ministra. Ditën e protestës, ditën e hënë, ka ardhur në darkë vonë, ministri i jashtëm i Gjermanisë, Van de Full. Ka ardhur ministri i jashtëm i Gjermanisë, ka bërë një takim, nuk ka takuar Edi Ramën, e kuptoni, është ministri i jashtëm i Gjermanisë. Nuk ka takuar Edi Ramën, po ka takuar 10 minuta Elisa Spiropalit si homologe dhe 2 orë në SPAK. Në këtë moment që po flasim, Bashkimi Evropian ka nxjerrë një deklaratë, kemi një vizitë 2 ditore në Bruksel të Dumanit, u thuhet qartë fare, mbështetja jonë ndaj kësaj strukture është jo shumë e madhe, por është e pakushtëzuar shumë e madhe dhe është i vetmi institucion thoshte i cili garanton ecjen përpara në procesin e antarësimit të Shqipërisë. Tani neve vazhdojmë dhe themi jo po SPAK-u dhe pastaj përpara gjithë këtyre kemi deklaratën e Partisë Demokratike Paragjore që thotë ja e flaku, e kupton, vazhdon avazin, e flaku e lëshoi, do të thënë që Rama vazhdon kontrollon SPAK-un dhe ju japin, është një parti, një çmenduri e vërtet, është një parti e cila vazhdon dhe ju jep gjithë të kapurve me presh në dorë në korrupsion të rilindjes, vazhdon dhe ju jep argument politik, ju jep azil politik në thonjza, duke i quajtur sikur këta i heq Edi Rama, sikur këto janë masa politike. Në fakt çfarë është, Poli? Në fakt çfarë është? Se opozita e ka narracion këtë. Po çfarë është hajdullak ose po të flas kështu se nuk e kuptoj dhe pyetjen tënde. Jo. Është një hajdullak. Goditja. Është një abuzim me detyrë. Më dëgjoj një sekond. Po. Është një abuzim me një ndërhyrje e hapur në procese si ministre dhe si vendoskryeministre, që nuk i ka filluar akoma.
paralelisht ka hetimin e pasurisë dhe unë po të them këtu që janë kapur transakcione dhe lëvizje pronash, shitje, blerje që nga 2019 që u bë kjo për herë të parë ministre dhe deri në 2025 e plot tjera. Vetëm sot ju shtua një masë, do shikojmë brenda kësaj jave se i mbaron dhe afati i parashkrimit masën tjetër, jo masën, po më saktë, çështjen tjetër, çështjen se masat kaq ka në dorë Spaku dhe GKK-ja, të tjerat janë të imunitetit, të tjerat çohen në parlament. Kontrolli i shtëpisë dhe arresti janë target i parlamentit për t'i vendosur. Është tjetër gjë domethënë që këta i kërkojnë. Dhe besoj, po janë bërë gati letrat për t'u kërkuar dhe këto masat e tjera. Tani gjithë çështja është, ne akoma dhe vazhdojmë. Ata bëjnë punën, i japin asiste opozitës, një opozitë që merr asiste dhe jo vetëm që se shfrytëzon, jo vetëm që s'bën gol, po bën autogola. Dhe kjo tashmë nuk është më çmenduri, nuk është më idiotizëm. Poli opozita është jashtë loje. Ne kemi valla nga kapiteni te trajneri, ty jep një instruksion. Poli, ti je pasiv, ti vetëm bën autogol. Poli, ta lëm opozitën më njanë se do shkojmë dhe ke opozita, po ti e vlerëson këtë goditje, le themi një hap më tej drejt përmbysjes së kupolës korrupsionit, le themi, në Shqipëri? Unë ditë të them, përgjithësisht që elefanti tashmë, prandaj të bëra parantezën e kontarëve. Elefanti tashmë është futur në dhomën e elitave të tranzicionit, majtas, djathtas të korruptuara. Është futur elefanti në dhomën e tyre. Në dhomën e këtyre aristokratëve, që kanë kapur dhe sistemin, dhe ekonominë, dhe të gjitha. Është futur elefanti dhe ne do të dëgjojmë çuditëra, domethënë, nuk janë më çuditëra, se po janë ata që s'besojnë te Spaku, po besojnë sikur Spaku e kontrollon Edi Rama. Ne e pam shumë qartë që Edi Rama bëri një sfidë shumë të madhe. Edi Rama se kishte bërë kur, madje nuk është bërë kur në asnjë lloj qeverie në vendet perëndimore, madje edhe në vende me demokraci më të dobët se jona në kuptimin edhe formal. Sepse, dhe çfarë bëri? Pasi testoi, bëri dhe hapin e fundit që e mori me vete në parlament, e mbajti në krah dhe mbajti dhe një fjalim që e mbrojti hapur. Dhe gjitha ky ishte një kashillik, një kashillik ndaj sistemit, ndaj Spaku, ndaj GKK-s dhe ndaj ndërkombëtarëve. Dhe ishte duke ju thënë që unë nuk pyes se çfarë hetoni ju atje, kjo për mua është këtu. Tani, kjo çështje që e mbajti ai, apo e mbajti ajo, apo se lëshon ajo, siç unë dyshoj që nuk kap se mban kryeministri 5 orë në zyrë një zëvendëse për të marrë një vendim që është me vendim gjykate tashmë, unë kam idenë që është Belinda që po e mban peng në zyrë. Dhe kjo më përforcon dyshimet e përparshme dhe është Belinda ajo që çoi në parlament dhe i tha hajde më çoj në parlament atje më mbro. Dhe kjo e sotja ishte një kundërpërgjigje sepse çfarë do të thotë? Do të thotë që gjithë ky lloj kashilliku i pushtetit, i kryeministrit, i gjithë qeverisë, është një rrezik shumë i madh për hetimet, për prishjen e hetimeve dhe për çdo gjë tjetër veprimtari që në fakt jo për mendimin tim, po që ka qenë në vëzhgim gjithë to kohë dhe gjithë qeveria dhe gjithë Belinda, me gjithë Belindën brenda. Dhe heqja e pasaportës është një mas, bllokimi i pasaportës është një mas shumë domethënëse. E kupton? Sepse nuk imagjinohet domethënë deri aty saqë i është hequr, që mos përsëritet rasti Ahmeta, i është hequr dhe mundësia jo vetëm për të bërë ato lobingjet siç i ka bërë, sepse ata e dinë jashtë e tjerë, por edhe për të mos u arratisur, sepse situata që ka ajo me të paktën 3 çështje mbi tavolinë, dhe shumë të tjera të pahapura, kur të fillojë ajo zbardhja e linjës së pasurisë atëherë do ambiten njerëzit, siç janë ambitur në fakt për gjithë. Dhe kjo është një situatë nga ana politike, Rilindja ka rënë. Është një parti që nuk ka fuqi dot të marrë asnjë vendim. Sali, ju e dini që unë jam shumë kundërshtar i ashpër me Sali Berishën, po Sali Berisha ylli pangon, e shkarkoi në ajër për një mbërtheck që doli në televizor. Apo jo. Dhe ky nuk ka guxim, ky është i kryeministër tashmë peng.
është i kryeministri që nuk ka guxim dot as të zbatoj një vendim gjykate. Pa mirë ata anën që thoshte se ke nga mua, siç e bëri dhe Merion, se ke nga mua, unë po tjetë për mua do të mbaj deri në fund. Por ky domethënë ka frikë, kemi kaluar në fazë tjetër tani, është e kundërta e asaj që thot opozita, që i flak ky i përdori, keq përdor etj. Është e kundërta, tashmë janë këta, ku më fund thot populli shqiptar, një fund do të ngulet dhe ka frikë se ky është Belinda Balluku. Janë këta tani që e kanë kapur Edi Rama. Po thua që Balluku ka në dorë mundësinë për ta rrëzuar Edi Ramën, qoftë domethënë penalisht, qoftë politikisht? Mundësinë për të rrëzuar Edi Ramën penalisht e ka çdo drejtori i rilindjes, jo më Belinda e Arben Ahmetaja e Lalieri. Këtë mos e vër në dyshim fare. Edhe çdo deputet, edhe çdo kryetar organizate kriminale. Kanë edhe të faktuar në telefonat e tyre. Çështja këtu nuk është, çështja këtu është tashmë është politike, nuk është çështje më penale, sepse Edi Rama e ka marrë atë rrugë, edhe di vetë shumë mirë. Edi Rama tani nuk ka mahallin Edi Rama është duke bler kohë. Kush është blerja e kohës? Është duke bler kohë duke tentuar të futet në negociata, atë që nuk e pranoi Sali Berisha në 2021-shin, në një farë mënyrë, në teori Edi Rama e ka prap si opsion. Domethënë, jo amnistin, dhe unë nuk besoj më tek amnistit e këtyre, sepse vet u pozicionua në luftë të hapur kundra drejtësisë dhe kundra perëndimit, dhe gjithë çështja te këta është tani të blejnë kohë. Edhe po të vëshre dhe Belinda Balluku, çfarë bëri Belinda këto 2 javë? Unë e kisha të sigurt, madje Almeri ka caktuar dhe data, gaboj vetëm me 1 javë. Po 2 njerëz që kanë mend në kokë ose që kanë gjysma informacione nga Spaku dhe bëjnë një analizë të thjeshtë, Belinda Balluku bleu vetëm 2 javë kohë. 2 javë kohë, dje me dalje në parlament bleu vetëm 24 orë kohë. Dhe Edi Rama është në këtë fazë, është duke bler kohë për të gjetur me sa më pak dhimbje daljen. Dhe këta tani kanë vetëm një shans, sepse nuk mundet Edi Rama të dëgjojë thirrjet e Ermelinda Meksit, as të Petro Koçit, dhe as të Arben Malaj, domethënë që të mblidhet partia siç mblidhej dikur ose siç mblidhet një parti normale, të diskutojë këtë situatë, sepse është numri 2 që 3 vitet e fundit de facto ka qenë numri 1, ka firmosur. Ka 3 vjet që firmos si kryeministre. Dhe kur vjen puna, dorëheqjes kemi dhe një kryeministër dhe kryetar partie që nuk guxon dot ta heq. Shikoj se sa keq është situata. Dhe të thuash ti që të mblidhet partia, haroj, sepse ai e ka kthyer partinë në pronë private, siç e ka kthyer Sali Berisha nga ana tjetër, dhe s'ka më shpresë as për analiza, as të mblidhen, as të marrin vendime politike. E gjithë çështja është që ata kanë 5 orë, atje kanë thirrur dhe Ulsiun, se Ulsiu është fenomen i interpretimit, se mos gjen ndonjë shteg ligjor, sepse duket që Belinda Balluku po refuzon, po qëndron. Nuk ka nevojë të rinë 5 orë. Doja jap fjalën Almerit në lidhje me atë që ti thua. Dhe dua të theksoj edhe një gjë tjetër. Doja ta përgëzoj Almerin për betejën, e di që na ka patur dhe në ekran më pak, por unë kam qenë konsistent në këtë çështje, siç jam me të gjithë, unë s'kam selektuar, nuk selektoj, unë e dini ju gjithë kolegët, as majtas as djathtas. Doja të falenderoja, ta përgëzoja më saktë Almerin për shërbimin publik dhe qëndresën që ka patur dhe kushdo koleg tjetër që ka qëndruar, pavarësisht se Belinda na doli më e fortë se Lalieri në kuptimin e bllokimit mediatik, dhe njëkohësisht dua të theksoj që të mos e harrohet, sepse këtu teatri dhe loja e shitur vazhdon, që merit shumë të veçantë ka dhe deputetin atë kohë në 9 gusht, më fal, jemi sakt. Në 9 gusht të vitit 2024 ka çuar denoncimin, ka çuar kallëzimin penal mbi të cilin ka filluar çështja Balluku. Nuk ka filluar mbi Ervis Berberi, në shpërtjetër gjë Ervis Berberi. Telefonat janë hapur në Amerikë më vonë. Kush është ky deputeti, se nuk na e the? Urdhro? Kush është ky deputet? Lulzim Basha,
them sepse ishte deputet. Në Dhe atë kohë. ne do shikojmë gjatë hetimeve, do shikojmë Balluku ka për të qenë në dinit që ka mund një nga rastet që ka implikuar dhe ka afektuar dhe ka infektuar edhe opozitën dhe ka ndërhyrë dhe në lojra politike të përçarjes apo të shitblerjeve etj etj. Dhe kjo do jetë gjëja më e rëndë dhe mediatike njësoj. Poli, vetëm mos mik se ta dëgjojmë pak Almerin në lidhje me narracionin për sa i përket Spakut. Almer, tani më si e vlerëson punën e Spakut në një kohë që le të themi ajo litari në qafën e politike të zonjës Balluku sa vjen dhe shtrëngohet. Nga e pandehur, tani më ka 2 masa të tjera, nuk e dim se ku do të shkojë në javët në vijim. Shiko, të gjithë neve kemi pritur nga Spaku që të bëjë drejtësi. Të bëjë atë për çka është formuar. Besoj media, opinioni publik, gazetarët. Poli është një nga gazetarët e vjetët kronikës të vendit, i cili ka dhe ai burimet e veta nga Spaku dhe interpretimet që kanë lidhur me drejtësinë dhe kronikën është për të vlerësuar. Fakti me këtë gjë, unë mendoj që sfidës që ka pasur prokurori Dritan Premçi, më shumë se sfidë presionit, i është përgjigjur me sfidë, sepse ne dimë që ndaj Dritan Premçit, Belinda Balluku apo njerëz rreth saj, qoftë njerëz me precedent, qoftë dhe njerëz që kanë në këtë vend lidhje të fuqishme ekonomike, politike apo njerëz me peshë, kanë influencuar që të shtyhet sa më shumë apo mos ketë një vendimarrje juridike ndaj Belinda Ballukut. Nisur nga kjo qasje, me ato që kam parë unë dhe informacionet që kam, është që Dritan Premçi e ka sfiduar të gjitha këtë presionet falë mbështetjes që i ka dhënë zoti Fleming me vizitën që pati rreth 1 javë apo 2 javë më parë. Dhe ka një prapaskem le të themi tani ka një gjë. Askush, Poli e ke dëshmitar, mediat janë dëshmitar, ne gjithë jemi në terren dhe jemi përditur me informacionin të përditësuar. A kishte njoftim zyrtar për ardhen e zotit Fleming? Nuk kishte. Pra zoti Fleming ka ardhur, mendoj unë, ka ardhur posaçërisht vetëm për çështje, sepse fakti që unë mendoj që shqetësimi publik që u ngrit, por qoftë shqetësimi përmjet agjensive të tjera, për jetën, kërcënimin serioz që u shfaq Dritan Premçit, mendoj që ambasada amerikane ka vënë në lëvizje. Dhe unë mendoj që informacioni është përcjell dhe ai është ka një gjë. Po mirë, pra ma thuaj arsyeën zyrtare pse erdhi zoti Fleming, zoti Denis. Ta tha Poli pra. Zotëri. Ai erdhi sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës e shohin Spakun si e vetmja. Ka një gjë. Kjo është një fabulë e njohur. Zotëria erdhi posaçërisht për këtë gjë. A kishte parashikim për vizitën e tij? Nuk ka ardhur për se i kërcënoi jeta prokurorit. Mos spekulon tani. Merremi me faktet. Ai ka ardhur sepse politika amerikane është konsekuente. Por ajo që ka ndryshuar kësaj rradhe është dhe Bashkimi Evropian dhe unë e kam thënë dhe në emisionin e kaluar që qëndrimi më i fortë se unë kam parë tek ambasadori Gonzato dhe ndoshta edhe një nga arsyet që sulmoi nga Berisha ishte pikërisht kjo, ishte se bëni ç'të doni, por po prekët integrimin nuk ka po prekët reformën drejtësi nuk ka integrim. Dhe shenjat janë këto. Pra mos e lidh me një ngjarje, me një spekullim që është bërë. Vet Dumani, tani pse duhet të besoj ty unë dhe mos besoj Altin Dumanin, i cili tha, po them që më beson. Po jo, dakor, po mos e lidh spekullimin se ka gjëra më të rëndësishme në këtë diskutim sot. Altin Dumani tha, zgjasim, hajde ta zgjerojmë temën dhe të flasim. Mund t'i themi gjë. Altin Dumani tha prokurori s'është kërcënuar. Nuk ka asnjë kërcënim. Si? Altin Dumani, i cili është shefi i prokurisë, i cili është një nga njerëzit më të mbështetur pikërisht nga ky zotëria që theti zyrtari i lartë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ashtu dhe nga gjithë Brukseli, ka thënë tekstualisht nuk ka asnjë kërcënim ndaj Premçit. Tani pse fut këtu vizitën, ai ka ardhur për gjëra më të rëndësishme them unë, se sa për këtë. Shumë e rëndësishme. Tani më trego misionin politik të vizitës së zotërisë përveç Spakut. Po tani misioni politik. Pse nuk pati ky njeriu takim me drejtuesit më të lartë? Pati. Me këtë takoi ministrin ministrin e brendshme. Kë? Ministri i Brendshme, Albana Koçiu. Ku lidhemi ne këtu? Ku janë zyrtarët e lartë politik Denis që të jenë takuar? Po çfarë lidhje ka ajo? Ku është kryeministri? Ku është gjendja amerikane? Nuk është ajo që thua ti, që erdhi se u kërcënua jeta. Unë mendoj që vizita e tij nuk ka qenë rastësore. Unë them vizita e tij ishte shumë e rëndësishme. Këtë po dua të them. Mos e ul me një gjë të tillë. Mendoj që mbase, hajde më thënë, unë nuk po e marr të mirë që faktin tënd, po e hiq dorë nga teza ime. Edhe pse unë e kam burim. Unë
unë them këtë gjë, që vizita është një koincidencë e bukur mbi të gjitha. Që në një moment kur këtu po hetohet njeriu më i rëndësishëm i politikës shqiptare, numri 2 qeverisë shqiptare, njeriu që ka më shumë pushtet politik brenda qeverisë, vjen dhe befas shfaqet në një vizitë zyrtare një nga njerëzit më të rëndësishëm që mbulon rajonin. Dhe fakti që po thua që është një projekt apo le të themi një nxitje apo një shtyrë apo një skenar apo amerikan në këtë histori apo dy mesazhe ka vizita e zotërisë që mos të ngelem te kjo. E para, ka qenë një mbështetje absolut për çështjen Balluku për të vazhduar hetimet. Dhe unë këtë nuk më ndryshon të liri mendjen. 2, vetëm po të shikoni postimin e ambasadës amerikane në faqen zyrtare, fotot janë me 3 prokuror. Është foto me zotin Dumani, është foto me Vladimir Marën dhe është foto me një nga kandidatët për kryetar të SPAK-ut, që është Klodian Braho. Dhe fakti që Klodian Braho e kanë nxjerr enkas dhe këtë gjë për mua kanë dhënë mesazhin ata, që amerikanët me këtë vizitë dhe me këtë postim, unë kuptova që mesazhi amerikanëve ishte ky: Klodian Braho do të jetë njeriu ynë dhe pasuesi i Altin Dumanit. Tani, a e ka bërë SPAK-u detyrën? Unë mendoj që Dritan Premçi po e kryen detyrën dhe duhet vlerësuar për këtë gjë që po e bën. I ndodhur në këtë qerrëdhun politike, në këtë kënetën tonë politike ku ndikimet janë të çfarëdo llojshme, po e marr fjalën kërcënim për hir të komunikimit dhe Denisit po ja bëj qefin këtë rast, po flas që ndikimi ka qenë aq i fortë sa ky njeri po bën detyrën shumë mirë kur mund të kishte momente që të tjerë prokurorë mund të ishin të rrequr. Pra puna e SPAK-ut në këtë moment është për të vlerësuar, nuk është për të kritikuar, sepse neve nuk duhet të jem selektiv me SPAK-un kur godet këta po bën këtë. Unë pres më shumë maturi dhe më shumë shpejtësi në veprimet e SPAK-ut për çështjet për dosjet që ka. Për çfarë do lloj dosje? Denis, do ta jap fjalën më një herë sepse pyetja e fundit, çfarë mendon se do të prodhojë kjo goditje? Politikisht, neve duhet dëgjoj një sekond. Her pas here, edhe unë vetë që kam qenë një nga përkrasit e kësaj linje, domethënë kam 4 vjet, që edhe unë her pas here kam ndier një farë pesimizmi ose një farë disfatizmi, sepse në fakt këtu në Shqipëri po ta shikosh nga larg është duke u zhvilluar, unë jam konsultuar dhe edhe me ndonjë mik të huaj që merret me këto çështje. Dhe është një rast specifik Shqipëria, redi sepse këtu klasa politike që është dhe miliardere, sepse ka kontrolluar ekonominë ato miliardat që mungojnë, dhe që janë dhe në punë dhe prodhojnë akoma, u pozicionua kundra kësaj nisme të perëndimit, se po të ishte për ta s'kishin për ta bërë punë, është pozicionuar në një mënyrë shumë të egër dhe me të gjitha format dhe të gjitha mënyrat. Kështu që her pas here duket sikur kanë fituar, duket sikur e ka ulur kokën SPAK-u etj. Dhe periudha më që unë kam qenë në një lloj ankthi, sepse unë gjithmonë besoj që s'ka shtet në botë që mund të ketë ekonomi dhe mund të ketë mirëqenie apo mund të ketë ardhmë për fëmijët pa drejtësi, pa shtet ligjor. Dhe ne jemi në atë përpëlitje, në atë luftë, duke dashur të vëmë shtetin ligjor. Dhe periudha më që u duk pak pesimiste ishte ndryshimi i administratave, pati një pauzë rreth disa muaj, domethënë me ardhin e administratës Trump. Mirë po, pastaj pak nga pak dhe tani më shumë po shikojmë, një angazhim shumë të fortë, një përkrahje shumë të fortë, dhe duket që vektori po ecën përpara dhe nuk po pyet për asgjë. Ai elefanti që thash unë që tashmë është futur në dhomën e këtyre nuk është thjesht metaforë. Dhe e dyta, duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër, që partnerët ndërkombëtar e shikojnë Shqipërinë si një aleat që ja duan të mirën dhe minimalisht duan ta vënë në kushtet e një shteti normal ligjor. Që çdo të thotë? Do të thotë që po patjetër do ketë korrupsion, do ketë krim të organizuar, do ketë etj, por jo në mënyrë të tillë që të bëhet nga shteti, nga qeveria dhe në bashkëpunim madje edhe me krimin e organizuar etj dhe një rreth vicioz që të mbaron kurrë. Kështu që në këtë kuptim unë shikoj domethënë fikjen e fitilit të këtyre. Është një proces. Ne nuk kemi durim, ne duam datë, duam orë, duam kohë, disa vendosin afate, por nuk shpëtojnë dot. Ti shikoje domethënë se çfarë ndodh.
nuk i ka shliruar vaj Kandilit për shembull kryeministrit Edi Rama. Tu nuk është më çështja se nuk gjen dot ai një zvendës kryeministër. Nuk po diskutohet për emra aty, s'është problem fare emra, sa të duash KPS-ja emra. Çështja këtu është që nuk ndryshon asgjë kushdo që të vijë zvendës kryeministër, sepse aty është sistem. E gjitha kjo lloj është sistem që i ka afektuar gjithë dhe koka e këtij sistemi është vetë Edi Rama. Prandaj nuk i lëviz nga zyra zonja Balloku. Sepse thot ishim bashkë në valle dhe tani o do dalim bashkë nga vallja, o do futemi bashkë. Dhe kjo është logjik dialektike dhe një ditë do shterojë gjitha kjo lloj mbrojtje etj. Nuk ata kanë vetëm një rrugë, të gjitha palët, kanë vetëm një rrugë të venë në parlament dhe të ndryshojnë ligjin për SPAK-un, po prap për mendimin tim nuk shpëtojnë dot sepse dokumentacionin këtë e kam të sigurt fare, atje është në disa duar, në disa burime, është edhe në SBA, është edhe në Bruksel, edhe aty dhe vetë prokurorët kanë secili pavarësinë e tyre. Poli, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit juve. Kënaqësi. Denis, si e lexove se duke qenë se kisha Polin, domethënë tani nuk kemi njëri tjetër në linjë, kështu që mund të vazhdojmë bisedën dhe debatin. Si e vlerësove këtë goditjen e numrit 2 të qeverisë dhe Partisë Socialiste? Nga aspekti goditja nuk është se ndryshon shumë kuptimin e çështjes, po ajo që e bën risin sot, sepse goditjen e ka marrë që kur u shpall me akuzë para sa ditësh, 20 ditësh. Jo, po u duk sikur kjo është risia. Ndaloi. Risia, jo, nuk është ndalim, akuza nuk tikën. Jo, dakor, por që perceptohej si diçka që Balluku bëri një negociat dhe gjërat u qetësuan. Ndërkohë duke nga bisedat që ajo është mund duke se edhe opozita u duk sikur le të themi u përshtatet edhe me këtë pozitë të re, biles në parlament dje ku shkoi zonja Balluku, opozita nuk dënjoi fare asnjë në parlament. Pra kishin 2 muaj që bërtisnin kundër Ballukut, kur ajo erdhi në parlament, këta ikën. Kështu që nga kjo pikpamje edhe unë me ty jam që opozita u përshtat me këtë pozitën e re, por akuza nuk iku. Akuza aty ishte. Kjo është një akuzë tjetër, me sa kuptova apo jo. Lidhet me akuzë tjetër. Atëherë, ajo risia këtu është gjykata, që për herë të parë gjykata çfarë bën? Nuk i kanë dhënë akuzë për këtë, ha? Nuk ka akuzë tjetër. Jo, domethënë, janë duke hetuar për një çështje. Okej, dakor, është hetim tjetër. Hetim tjetër. Është hetim tjetër. Është pasojë një hetimi të ri, jo një akuzë të re. Jo. Po pra, hetimi i ri, po masa është për këtë hetim të ri. Duhet të them masa që kanë gjykata është për këtë hetim të ri. Për të dyja bashkë. Për të dyja bashkë. E ka lidhur me masa tjetër. Okej. Se ne s'dim cila është masa, prandaj. Ja, ta shpjegoj dhe vazhdo pastaj. Okej. Për llogaran 1 dhe pastaj mbrapa edhe për lotin e 4 të unazës së madhe, SPAK-u ka kërkuar në GKK një masë shtrënguese për zonjën Balluku. Duke qenë se vepra penale që i atribuohet tani nuk është e tillë që do ta dënosh personin në fjalë mbi 5 vjet, se kështu thot Kodi i Procedurës Penale, ti je i detyruar që të mos kërkosh një masë shtrënguese e cila shkon deri në arrest me burg. Nuk e bën dot këtë gjë që të. Pra kjo ishte maksimumi i masës që mund kërkoni. Deri tani. Okej. Por këto deri tani. Ky është maksimumi i masës, avokat? Me këtë që flasim. Deri tani. Nuk ka të bëjë me faktin që këto masa merren për shkak se ka imunitet parlamentar dhe nuk mund të shkohet. Nëse do vinë deri aty, atëherë SPAK-u e di shumë mirë këtë gjë, por SPAK-u ç'a bën? Ja çon gjykatës dhe në një të njëjtën kohë ja çon parlamentit, komisionit ligjeve njëra dhe mandatet dhe pastaj ja çon parlamentit dhe i kërkon me arsyetim pse kërkon arrestimin e zonjës Balluku. Nëse do ishim. E qartë. Po, Denis. Jo, se këtu kthehemi atëherë, pra çka ka ndodhur? Kjo është risia e gjithë këtij lajmi që për herë të parë kemi gjykatë që pezullon nga detyra një ministër të nivelit kaq lartë. Tani se aty doja ta kundërshtoja pak Polin ku tha që Rama e mbrojti dje në parlament. Rama ka qenë korrekt dje në parlament, ka disa ditë që është shumë korrekt. Sidomos raport me SPAK-un. Dhe deklarata e tij që duke marrë atë batutën e Loro Boriçit, shiu ka punë vet, ne kemi punën tonë, SPAK-u ka punë vet, madje dhe me një fjali shumë të fortë kur ka thënë SPAK-u le të hetoj këtë doj dhe çfarë të doj.
kjo është deklarata e kryeministrit para ditën ku ka luajtur që ishte buxheti. Jo, ditën ku ka luajtur kombëtarja, të njëjtën. Okay. Ajo deklarat lë të kuptohesh që Rama nuk është i friksuar ose i shantazhuar siç thotë. Nëse Rama do pati një dalje publike edhe një me tani një sekond pra, Rama nuk ka dashur, me sa kuptoj, nuk ka dashur që ta shkarkoj ai, qoftë edhe për marrëdhënie personale me një bashkëpunëtore të vjetër të. Po standardi është nëse ka një akuzë për ty, po. Standardi është tjetër gjë. Ne po flasim ligjërisht. Tani që ka një masë gjykate, duhet parë se çfarë thot në këtë raste, nuk e di. Për shembull, në rast Spaku ose GKK-ja ka pezulluar dhe një nga ish drejtorët apo jo. Para të pezulluar nëse është problem fare ata. E kupton, dhe ai nuk shkojnë detyrë. Po s'shkon dot. Kështu që nuk shkon dot. Nga kjo pikpamje, Rama është marrë politikisht, nuk ka thënë asnjë gjysmë fjale për këtë mas të Spakut, as për vendim gjykatës. Imagjinoni tani po të ishim para disa vite çfarë mund të thoshte ai kryeministri për nëse do merrej në akuzë ose do pezullohej zëvendës kryeministri. Dakor. Prandaj thash unë e lexova Ramën atë ditë ku u shpreh shumë i qartë. Spaku të bëj ç'të doj, të hetoj këtë doj dhe si të doj. Dhe kjo është një deklaratë që është e rrallë e Ramës, ndryshe nga ajo që mos shkote baçja ime, po shkote baçja tjetrit. E mbani mend sa herë që ka ndryshuar Rama në raport me. Kjo tregon unë shoh që nuk e shoh Ramën as të intimiduar, as të friksuar, as të shantazhuar, as të marr peng. As të aq më tepër. Atë pyetjen e nisa me ty për shkak se kisha kolin në Zoom. Si e vlerëson këtë moment për zonjën Balluku, cili do jetë fati i saj politik dhe sa do ndikojë, le të themi, goditja e Ballukut në fatin politik edhe të mazhorancës? Fatin politik e komentoi shumë mirë kolegu jon, juristi zoti Karaj, i cili tha që fati politik varet nga fati juridik. Aktualisht unë mendoj që në rastin politik Edi Rama po negocion më shumë për fatin e vet se sa për fatin e Belinda Ballukut. Pra ai po kërkon një rrugdalje politike e cila kërkon që të shmangë atë nga përgjegjësia dhe mos ketë kosto dhe barr në opinionin publik në sytë e qytetarëve. Po kërkon një rrugdalje politike. Po, sepse Edi Rama gjithashtu është fajtor së bashku me Belinda Ballukun për faktin që asaj ka besuar pushtetin shumë se ç'duhet. Tani kur ti ke një zëvendës kryeministre e cila ka kryer korrupsion kaq golopant, kaq të madh në këto shifra alarmante të frikshme, ti si kryeministër nuk ke përgjegjësi? Patjetër që ti ke përgjegjësi. Pra, si do t'i thosh të qytetarëve që unë i kam besuar qeverinë ministres, zëvendës kryeministres dhe ministres infrastrukturës dhe ajo ka ngrënë dardha pas shpine, deri kur do vazhdojmë me historinë e dardhave? Pra, njëri ha dardha, tjetri ha dardha, po ti nuk ha dardha? Pra, Edi Rama ka përgjegjësi morale. Por unë nuk mendoj që Edi Rama kërkon t'i shmang vëmendjen dhe përgjegjësinë morale për opinionin publik këtu brenda për ministrat apo për PD-n. Jo, unë mendoj që më shumë ai i ruhet kontekstin ndërkombëtar. Pra Edi Rama kërkon që mos ketë një lloj prishje të rahatisë dhe të marrëdhënieve të ngushta që ka me ndërkombëtarët, përgjithsisht duke qenë që jemi në prag antarësimi, hapu i kapitujve, dhe këtë gjë mendoj që e shqetëson më shumë. Ndërsa për atë fati Ballukut është një fat që ja ka dhënë atë barrën mrapa. Pra ja ka dhënë edhe përfitimin Ballukut, pra është i larë me Ballukun. Si është larë? Në këmbim të pushtetit absolut, Edi Rama i ka dhënë okejin që ajo të kryejë korrupsion dhe të vjedhi. Pra me bekimin e Edi Ramës ka vjedhur ajo, sepse e tha dhe Nardi shumë mirë që Belinda Balluku nuk mund të quhet fajtore kur e ka kryer një porosi për shefin. Ajo ka ekzekutuar një porosi për shefin që shefi të ruante marrëdhënie të shëndosha me Erdoganin. Sepse vetë Nardi më ka pohuar që kompania që ka ndërtuar spitalin e Fierit është kompania që ka përfituar tenderin në Llogaras. Pra këtu kemi shohim një kompani, pra shohim një marrëdhënie të ngushtë, është një marrëdhënie shumë e ngushtë e fatit politik të Edi Ramës. Pra për mua Belinda Balluku nuk ka bërë asgjë me kokën e saj. Ka dalë dhe në për të përgjimet e Erviz Berberit, kur Belinda Balluku i flet me zhargon banal në përgjime me Erviz Berberin, kur i thot ai kë apo ai ke parasysh sepse që ta themi pak a shumë. Tuneli Llogaras në vetvete është një korrupsion per se, po që lidh direkt Edi Ramën. Belinda Balluku është vetëm ajo e cila e ka implementuar si çështje.
Pra, unë prezumoj tani, dyshoj fort, që Belinda Balluku ndoshta aty nga ana monetare, korruptive, ndoshta nuk është mund mos dhe mos ke përfituar, sepse ka qenë një urdhër, ose më me thënë një qok, që Edi Rama ka dashur t'i bëj Erdoganit. Dhe këta e shpjegon më së miri edhe Arben Ahmeti në intervistën e tij, ku thotë, neve e anulluam tenderin e parë që e fitoi Gjoka Konstruksion dhe shkuam të tre bashkë me Belindën dhe me Edi Ramën në Turqi, ku takuam këta të kompanisë Intercar Arcelor dhe vendosëm aty domethënë që do ta merrnin këta tenderin. Dhe fakti që kompania turke kur erdhin në Shqipëri, teorikisht erdhën firmosën kontratën dhe kaq. Ata nuk sollën këtu as edhe një gjë, asnjë gjë. As burime njerëzore, as makineri, as një gjë, zero. Por në ndërkohë rezulton që buxheti i shtetit atyre u ka dhënë të paktën sipas deklarimit që ata kanë bërë 27 milion euro fitim, do të thotë që ata morën qokën e tyre për punën që i kishin bërë të mëparshme dhe këta ishin të detyruar domethënë që të dhash aty te Fieri apo tek aeroporti i Vlorës, edhe aty ka qenë një kamuflazh i tërë me Bexhet Pacollin, gjithë do më shpërblesh në tek llogaraja. Si mund të implikohet kryeministri avokat sepse tek përgjimi që ka pasur midis Ervis Berberit dhe Belinda Ballukut, Belinda Balluku në të gjitha rastet edhe Ervis Berberit, si të thuash në presion të vazhdueshëm, jepi po jo pra se nuk i thotë se kryeministri kërkon që mos më trysnia dhe presioni që ka pasur. Po më mos depri që ta shpjegoj tamam burse se si ti e di çfarë duhet të them unë, se më ke parë ndajte me mua një orë aty. Dakor, Po e flas për tjerë. Për trysnia dhe presioni që bënte e kam fjalë në përgjimet që kanë ndodhur, vjen si pasojë se është Edi Rama që i bën presion. Dhe ajo vetë thot, më nxiu jetën ky. Po, pra jepi përpara. Pra kjo tregon që Belinda Balluku në rasti konkret ka marrë, le të themi, udhëzimin dhe presionin, urdhrin, quaj si duash, nga Edi Rama që ta mbylli këtë histori. Dhe e dyta ta kam thënë një tjetër se dola nga tjetër se kisha përgatitur diçka tjetër. Po, jo, vazhdoj edhe me tjetrën. Edhe e dyta, ta kam thënë një tjetër. Belinda Balluku ka 5 vjet që firmos për Edi Ramën. Nuk ka kryeministër, ministër në Shqipëri që ka firmos aq shumë letra për Edi Ramën. As Angela Gaci nuk ka firmos aq shumë për Edi Ramën. Që është sekretari i përgjithshëm nga 2013 aty. As Endri Fuga nuk ka firmosur. Belinda i ka firmuar. Si e implikon kjo Ramën, po them unë, nëse s'ka prova të tjera, se firma është ajo që ti implikon. Ai ta moralist apo dhe moralist. Jo, ta shpjegoj edhe këtë më që se më futet kështu. Siç i ka mbajtur tabulatet screenshot të gjitha apo në memorie Ervis Berberit ato bisedet që ka bërë me Belinda Ballukun, edhe Belinda Balluku mund t'i ketë mbajtur bisedet që ka bërë me Edi Ramën. Se çuditeni juve për këtë? Jo, shiko, unë them edhe një detaj tjetër. Mjafton të japi Belinda Balluku 2 dëshmi para drejtësisë. Nuk t'i beson njeri ato, se thot dëshmi është ajo. Nëse ndryshon ti. Kjo është karta kanta thonë në themin e të drejtësia. Nëse ka një gjë, a mund të jenë indicet e deklaratat e Belinda Ballukut për Edi Rama? Po patjetër që janë indicie. Indicie o prof. Po shumë mirë pra indicie që mund të sjellin hetim. Almer hidhen poshtë në momentin kur i le të shkruara. Ndryshon fati politik i gjithë skenës në Shqipëri. Nëse ajo flet. Po pra, sepse nëse flet ajo thotë s'ka folur asnjë deri tani. Po dakor pra, por të po ka folur se ka ikur. Pra si mund ta mbaj, ai ishte pyetje si mund ta mbajnë peng. Si mund ta mbaj kërcënoi Ramën? Mjafton që ajo të flasi. Tani Arben Ahmetaj, ai ishte njeriu që foli dhe me lidhur me një dëshmi të tij nisi hetimi dhe u thelluan hetimet për çështjen e tunelit. Atëherë Belinda Balluku di shumë gjëra. Nëse Belinda flet, kjo është nëse i shkojmë, dakord jam me ty, po nëse i shkojmë gjës, kjo është nëse i shkojmë gjës që Rama është njeriu që ka, domethënë ka kapur spagun. Po nëse janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, është ai Mark Fleming që ti thua, që ka ardhur, dhe ka vendosur. Jo. Puna është, mi do të dalte spaku. Kush është faji Ramës dhe pse presion duhet i bëj Balluku Ramës nëse pas kësaj janë amerikanët. Këtë po them unë, kjo është pyetja. Mirë, kisha përgatitur diçka tjetër, po ta shpjegoj vetë. Do ta bëjmë atë tjetrën se do të shpjegoj një gjë. Më dëgjoj me kujdes. Tani edhe ky është informacion që normalisht nuk keni se si ta dini. Po ta keni vëre, Altin Dumani ka të paktën nga 2 vjet, po sidomos vitin e fundit, edhe nëpërmjet ambasadës amerikane, edhe nëpërmjet të dërguarve Kasanovi i fundit, që ka kërkuar zgjatjen e mandatit të prokurorit SPAK. Ai e ka thënë gjithmonë që shikoj, s'po e kërkoj për vete, po e kërkoj për gjithë trupën e SPAK-ut, që ne kemi jo të na zgjatni a priori, po të kemi mundësi që të na jepni me, dhe kjo gjë bëhet me kushtetutë, me ligj, me parlament, ndihmo Denis këtu. Rama gjithmonë ka thënë nuk i bëj dot vet
se si kam numrat kur ishte përpara zgjedhjeve. Tani I ka numrat dhe bën këtë historinë prap doli Altin Dumani në para një muaji. Nuk doli kjo kreu I KLP-s që I preu krahët në një farë mënyrë, sa s'ka nevojë se tani çka ka ndodhur në SPAK. Më dëgjoj me kujdes tani çka ka ndodhur në SPAK. Të gjithë prokurorët e SPAK-ut janë agresuar. Pothuajse. Të gjithë. Tani nuk po flas informacion tani. Nuk po flas për Alfred Sheun e Edin Kodilin, a? E kanë marrë personale po thu tani? Jo personale me Ramën, se s'ka jo me Ramën, po agresuar me politikën, e kanë marrë personale me politikën. Sepse ata janë irrituar, po. Sepse ti irrituar, ishte fjala e dur, më faleminderit. Sepse ata e shikojnë Denis që politika aty nuk do t'u hapin krah për ata për të pasur një mandat të dytë. O ata o politika po. Dhe ata thonë jemi këtu. Kjo është biseda. Jemi këtu, para se do jemi, po, bukurin do bëjmë punën tonë ashtu si dita para se do jemi deri në 2028 avokatësh? 2029. Domethënë deri në 2028. Të mandatit të këtyre po flasin, të Dumanit, Krajës, 9 parë. Pra, o ne o politika, jemi në luftë. Do bëjmë punën. Pra, 9 parët janë dhe më decisivet. Do bëjmë punën. Po sigurisht janë më decisiv. Në rastin konkret pak të irrituar. Kanë dhe 3 vite mandat. Po, kanë dhe 3 vite. Po pra, sepse I thonë këtë, domethënë unë të kërkova 1 herë, 2 herë, 3 herë, 15 herë. Që ti të më zgjasë mandatin me ligj. Jo me për mëshirë. Ti nuk e deshe ta bësh, as ti, se asnjëri. Ai ti do ta shkrijë fare. Luftë normale është kjo. Ai ti do ta shkrijë fare. Ai është sa tjetër. Ky s'do ta bëj bën gjë dhe këta kanë nisur tani një lloj irritimi. Luftë frontale ka thënë, çfarë kemi në dorë, ne do t'i çojmë përpara. Pse do dalë kjo histori? Sepse ta thashë përpara. Është hera e parë që SPAK-u heton procedurë. Nuk ka ndodhur më përpara që SPAK-u të ketë hetuar një procedurë. Kjo është hetuar pasurin dhe ka hetuar dhe ajo Ailir Beqaj, ta shpjegova, është kontratë koncesionare. Nuk është procedurë të tenderimi. Procedurë. Te incineratori nuk është hetuar fare procedura. Akoma, domethënë, Erion Velia nuk është në burg për shkak të incineratori. Po. Jo, për shkak të tjera gjëra që lidhen. Kjo është historia. Tani po vi tek pjesa tjetër. Prandaj po them domethënë që te SPAK-u tani ka një lloj lufte të heshtur. Që ka logjik. Të heshtur kundër politikës. Ndërmjet institucioneve. Kundër politikës. Të thash, janë 20 aty, jo të gjithë në një lloj. Dakor. Alfred Shehu dhe Edin Kodili sigurisht që nuk mendojnë kështu. Po që Balluku është viktim e kësaj lufte. Fiks. Interesant. Fiks është kjo. Po më besoj këtë pjesë, se po ta them. Dhe po thua që ose do ishte premtuar që do zgjasnin mandatin do ta kishin. Do ta preskinin. Se besoj, nuk do e prekin. Shumë simpliste. Shiko, jo, më dëgjoj se. Atëherë këtu bie SPAK-u, bie Ambasada Amerikane dhe bie dhe Bashkimi Evropian. Bie dhe Mark Fleming. Po këtu bien të gjithë pastaj. Pastaj ne çekemi një lloj drejtësie. Jo, është një tezë kjo. Po më dëgjoj një sekondë. Unë marr mirë informacion. Po filloj. Si histori. E kundërta, se po flas për Dritan Prençi tani, që është i njëjti personazh domethënë. Te ky grup. Dritan Prençi heton prej 6 vitesh incineratorin. Po. Ka 6 vjet. Ka kaluar çdo lloj afati ligjor. Pyetja që un po ngre tani, po pse seton këtë që ka 6 vjet dhe nuk del me një me një mas, me një akuzë, me një vendim, por heton një çështje të cilën e ka regjistruar procedimin penal në qershor 2025. Se para 5 vite, ka shumë 5 muaj është regjistruar procedimi penal për të nënën Llogaras. Pra duhet ta kuptojmë historinë. Çfarë ndodhi me Mark Fleming që tha aty? Po, Denis, është vërtet ajo që the ti. Dhe madje për mendimin tim mund të ketë pasur edhe një lloj stopimi nga ana e ambasadës amerikane dhe vetë Fleming që të mos nxirrte asnjë lloj Jo, ata justifikuar me mungesën e fondeve, se sa u zhbllokua buxheti dolën fotografitë. Ishte mbyllur qeveria në SBA, kjo është vërtet. Jo për ta kundërshtuar. Është justifikuar tani. S'kemi pse spekulojmë për një vend kaq vogël tani, drejtëdaj. Ata u kompleksuan ambasadë amerikane nga deklarata që bëra unë që s'takoj, që thashë nuk takoj Dumanin. Dhe këtë e ke bindje. Korrekt. Mund të jetë. Dhe ajo pjesa që thua ti Almer. 2 foto me Dumanin më zotri. Ajo që thua ti Almer, që këta e kanë zgjedhur tashmë pasasi, prit që të flas. Unë atë mesazh Klodian Braho është takuar dhe aty ka qenë Klodian Braho, Vladimir Mara, sepse konteksti ka qenë I tillë. Vladimir Mara ti e di shumë mirë domethënë që është personi që ka merrë me krimin organizuar, thelbësisht me krimin organizuar. Kurse Klodian Braho është personi drejtuesi I këtij sektori. Pra, ata si kanë ardhur të merren me krimin organizuar, pra ta hyjnë SPAK-un drejt idesë se ne na intereson krimi organizuar, ne na intereson kriminalët. Lere Ramon të vjedhi. Po nuk I intereson Amerikës sa korrupsion ka Shqipëria apo Europa. Kjo është tezës avokatit që Balluku
O zotëri, po të një tjetër, nuk do t'ja di as Amerika, as kërkush se sa vide, sa korrupsion ka në Shqipëri, apo në Itali, apo në Franca. Korrupsioni nuk është... Janë 2 foto me do marrën. Kjo është me ladmarë. Kriminaliteti është shumë herë më i rëndësishëm për kjo me Claude Brown. Ky është mesazhi i qartë, zotëri, ta gëzosh detyrën. Mirë, okay, atësushë. Tani do më les të flas këtu apo bila? Se ishte tjetër avokat, se thej që kishe disa gjëra. Unaza e madhe, për cilën është ngritur akuza. Janë fakte ekskluzive këto që më i thua? Po do t'i ngjosh tani apo jo? Po pra ta dim, janë ekskluzive. Dosja. Ka dalë, më duket, një pjesë e dosjes ka dalë. Atëherë, bëhet fjalë për lotin e 4, sepse siç thot Berisha, lubi loti, kështu i bën. Dhe unazën e madhe e çoi në 6 lote. 27-28 kilometër që është unaza, e ka çuar në 6 lote. Coptohet me qëllim që të japin gjithë nga pak. Kjo unaza e madhe, që bëhet fjalë aty në Shkoz të Dajt, ka marrë pjesë 6 kompani, po duhet t'i them dhe me emra, se i kam të mbajtur tashmë, po kompania që ka fituar ka qenë një konsorcium me 3 kompani. Euroteorema, ka qenë Pevlaku dhe Nova Construction. Po. Nova Construction është një nga kompanitë e pronar Ilir Shtufi, i cili shpesh është anat e muar si i afërt me familje Berisha, me tetazhe ati tipi, por unë di që kjo kompani Nova Construction ka bërë ndërtime pafund në Tiranë shumë cilësore. Kështu që ti thuash domethënë që ka punuar me njëra, po me tjetrën s'di të tashur. Pevlaku po ashtu dhe Euroteorem. Çfarë ka ndodhur me këtë tender? Ky tender është të klasifikuar me flamur të kuq, sepse të 6 kompanitë e tjera, shqiptare të gjitha që kanë marrë pjesë, janë skualifikuar edhe pse kanë pasur çmimin më të ulët. Oferta ka qenë në fondi limit ka qenë 20 milionë euro, këta e kanë marrë me 19.9 milionë euro. Pra janë ulur një 2%, 3%. Dhe kjo ka qenë historia. Dhe të gjithë pothuajse janë skualifikuar. Po kanë qenë më poshtë. Po kanë qenë gjithë më poshtë, dhe të gjithë janë skualifikuar për punët e ngjashme. Ty të ka kaluar afati, ti këtë se këtë. Dhe duke që ata, domethënë, për ata që dinë domethënë se çfarë janë tenderime, dhe unë jam marrë shumë kohë me atë pjesë, ja kur ti vet tek njësia e prokurimit, kur vë disa kritere të cilat janë skualifikues për të tjerët. Pra, vere që dua që kravata të jetë gri, ndërkohë që asnjëri s'ka kravatë, si më thon. Okej? Kjo është historia. Në pak fjalë. Tani çka ka ndodhur për tek kësaj? Ka ndodhur që kur e ka marrë kjo kompani, një pjesë shumë të mirë të punimeve në këtë lot janë bërë nga kompania DAM Konstruksion, pra me nën kontraktim. Kompania DAM është kompania që ka pasur Erviz Berberi si pronar. Në momenti kur ai u bë shefi i ARSH-s, këtë kompani ja shiti në thonjza Brunilda Bulit, të cilën e etiketon në për këto përgjimet si Tezja. Kjo është Brunilda Buli që etiketon si Tezja. Por gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, kjo ka qenë thjesht një lloj prestanome, sepse dukesh e qartë domethënë në përgjime që Erviz Berberi jepte urdhër, bëj këtë pagesën, bëj këtë, i thoshte motrës që i punonte në një bank të nivelit të dytë, shikoj e ke mirë këtë gjë, e motra i thonte, shikoj të ti çojte mamin në darkë këto leta ti firmosësh vetë, apo do t'i bë, pra të gjitha transaksionet. Sa ka qenë vlera e këtij loti? Të thash 20 milionë euro. 20 milion. Vetëm një lot, po të flas për 3-4 kilometra rrugë, nuk po të flas, se më që ke detajet. Pra, kjo ka qenë pak a shumë historia dhe këtu Spaku, kjo është një pjesë e dosjes që ka lidhje vetëm me Erviz Berberin. Ajo që ka lidhje me Belinda Ballukun është në momentin kur Erviz Berberi i kërkon përpara zhvillimit të tenderit vendosjen e kritereve në lidhje me këtë tender, para tenderimit, sepse tenderimi është bërë diku në korrik kusht të 2021 dhe kontrata është lidhur në 20-21 nëntor të 2021. Pra, 4-5 muaj më vonë, shpejt. Ku i kërkonte domethënë që shiko se neve duam ta bëjmë kështu se do ta fitojë Almeria tender, po do t'ia vendosim që Almeri të mos veshin këmish të bardhë me pa kravatë dhe gjëra. Pra këtu implikohet Balluku. Edhe këtu për shpërdorim të tyre avokat, siç ishte për ato shkeljet barazisë në tender. Shkeljet barazisë tendra, ndikimi i palishëm mund të jetë këtu edhe shpërdorim të tyre. Në 3 raste mund të jetë edhe shpërdorimi i detyrës. Po sigurisht shpërdorimi i detyrës në të gjitha rastet, por shpërdorimi i detyrës ta kam shpjeguar një herë tjetër, nëse se ti nuk e arsyeton me prova. Përfitim. Se ka sill përfitim, pastaj shpërdorimi i detyrës është futja kohë. Evazive. Pra jo, unë dua të kuptoj, mjafton kjo masë që ka marrë që apo mund të ishte edhe burgu fjalën. Deri në këtë moment, për dëgjoje pra. Deri në këtë moment. Nuk janë vepra që nuk janë vepra, sepse kodi i procedurës tonë penale, pavarësisht se këta nuk e zbatojnë kurrë, por tani po shikoj që po e zbatojnë. Si duket kanë vënë mend, ku di gjë, tani çfarë them?
për vepra penale të cilat nuk e kanë marzhin e dënimit mbi 3 vjet, pra që janë më të lehta si vepra penale, 3 deri në 5 apo më të lehtë, nuk është e logjikshme që t'i jepen le themi masa shtrëngimi arrest me burg. Por unë para një nuk dyshoj domethënë që a do ketë një kërkesë ndaj Belinda Ballukur për një arrest me burg, dhe për ta bërë këtë do duhet të shkojnë në parlament. E para. E dyta, ajo që mund ta bëhej faktike këtë lloj mase do të ishte në rast se do provohet që ajo transaksioni që ka kaluar nëpërmjet një kosovari me pasaportë shqiptare, shqiptarit Kosovës, me pasaportë shqiptare në një bankë niveli 2 në Austri, ideja e tij edhe ka dalë, por nuk po ja themi se mos po e bëjmë protokollist. Që lidhet me zonjën Balluku, atëherë kjo do të ishte pastrimi i pastër i veprës penale. Dhe kjo do ta thotë pastaj. Kush i dërgonte në Austri? Këto para i dërgonte në Austri. Ky shqiptar kosovari në favor të sipas hetimeve që bën Spaku, nuk e di a ka dalë deri akoma, në favor të Nëse kjo vërtetohet po thua, atëherë shkojmë tek kërkesa arrest me burg, domthonë shkohet tek imuniteti. Mos harrojmë edhe këtë fjalë dhe mbylla, mos harrojmë një gjë. Në të gjitha këto raste, mjafton që të futesh në këtë lloj suaze. Pastaj hetimi nuk mbaron as edhe një herë, sepse unë dyshoj fort që prokurorët e Spakut pas kësaj nuk do fillojnë t'i bëjnë hetim pasuror Belinda Ballukut. Shkojmë te hetimi pasuror. Po je i detyruar. Shkon automatikisht. Shkon automatikisht. Vetëm në rast se ata nuk do arrijnë dot që ta provojnë dhe do duhet ta hapin me fraksion dosi, me qëllim që të mos humbin ato afatet ligjore të hetimit. Pra do të shkojë dhe ke pastrimi veprës penale, pastaj jemi te pastrimi veprës penale je tako, pastaj po them të shkojë hetimi pa Rama apo jo, pastaj është pyetja se po doj se dorëzon imunitetin. Pas 48 orë, imunitetin thuat. Po nëse vjen puna, mund të mos e dorëzoj siç na bëri me Sajmir Tahirin, nuk është në problemi madh. Ky është presioni që po bën Balluku, po thua Almer, se çfarë presioni po bën Balluku? Shiko, unë mendoj që Ramës intereson që sa më të kjo është moment shumë i fortë, momenti i imunitetit. Unë mendoj që politikisht Ramës intereson të zgjas sa më shumë kjo telenovela Balluku. E para, për disa arsye. Të gjithë vëmendja nuk është më mbi Ramën për si njeri i korruptuar, por është mbi Belinda Ballukun. Fakti që do dalim nëpër studio do japim detaje siç dan Nardi, apo fakti që Spaku do na furnizojnë me informacion të vazhdueshëm, dhe ne do merrem gjithkohë në Belinda Ballukun, Edi Rama fiton kohë dhe vazhdon i qet pjesën tjetër të programit politik që ti ka, apo të marrëdhënies diplomatike që ka me ndërkombëtarët. Pra bën një jetë politike të qetë. Normale mos s'ka hetime për Ramën. Pra po flas nuk mund thuash ti që Ramës i intereson kjo telenovela me Ballukun. Po jo, intereson. Sepse Edi Rama nëse nuk do interesonte, thoshte ditë para shqiptarëve thoshte. Unë si njeri i përgjegjshëm politikisht dhe si njeri i cili kam marrë votën dhe besimin e shqiptarëve, e shkarkoj Belinda Ballukun dhe i them drejtësisë që ta hetoj këtë njeri. Por nuk e mbante aty 4 orë dhe zish në zyrë. Një sekondë. E dini që po zje në zyrë ata 4 orë uzun sot. Po si i thotë hetoj, ai po heton, kush e ka penguar të heton? Nuk e lëshon, pse nuk e shkarkon ai zonjë? Por edhe një herë, se s'man përgjegjësi politike. Ajo është një zgjedhje e tij. Po shkredo dhe morali politik. Ajo është zgjedhje e tij politike. Po pse bën modernist tani këtë? Kjo është kjo. Ore zotri, a më pyeti mua Redi pse Rama, unë ta thash, pse Rama është interesuar? Ramës intereson të zgjasë sa më shumë telenovela që shqiptarët i bjen Belindës dhe jo Ramës. Një detaj do t'jap edhe pastaj vazhdo. A doli akuza para 20 ditësh? Po. Dhe po eci me logjikën tënde që Rama nuk e lëshoi. Kjo gjë e pengon që Spaku në shkonde për një masë sot që është më detyruese? Nuk e pengon. Po ka prapë këtë mes. Edhe njerëz po më kupton. Ti thua që Rama duke mbrojtur, do të them që Rama po kontrollon Spakun. Jo. Rama nuk po mërmban përgjegjësi politike. Një sekondë, ajo përgjegjësia politike është tjetër gjë. Ne po themi çfarë, ne po themi kjo ishte që bëri Redi. Jo, se duhet të ndaj te kjo pikë që nuk mbajtja apo jo e Ramës, domthonë qëndrimi që Rama mban ndaj Ballukut politikisht dhe moralisht si duash, nuk është pengesë për Spakun për hetime, kaq. Ti e the që po i thot Spakun mos heto. Me këtë nuk e kam, nuk e ke kuptuar. Po sa e them me këtë qëndrim po mban që mos shkarkuar Belindën. Unë nuk më mend them diçka. Unë nuk më mend sa po e the për këtë ndryra. Okej, po këtë po them që Spaku nuk varet më nga qëndrimi politik që ka Rama ndaj. Ky është. Unë kam këtë ide. Rama në këtë moment në qoftë se do të ikë dhe Belinda Balluku,
e gjithë vëmendja, pra gjithë sulmet politike do drejtohen veç ti, sepse nuk ka më sulmet politike ai ka që nga dita e parë apo burrë mos ja fut kot tani. Që nga dita e parë që në 2013 ka sulmet politike. Në qendër të vëmendjes është Belinda Balluku dhe nuk është Edi Rama. Është Edi Rama ministri. Rama nuk është në hetim apo burrë. Njeriu më i rëndësishëm PS, fitoi fier dhe betejë politike. Po ku ka luftë politike Rama më? Po më falni minutë. Me kë ka luftë politike? Të paktën ajo opozita e çal, ajo opozita gjysmake, më falni minutë. Po çfarë jo se po do kemi politike nesër, lëm opozitën në stol. Politike. E lëm opozitën në stol. Nëse ikën Belinda Balluku, ne si media do merremi me Edi Ramën? Si do merresh me Edi? Me zotëri. Politikisht, do të kërkosh Edi Ramës largim politik. Nëse ta lëm Edi Ramën kështu si thotë, do ta kritikojmë asnjë ai. Një sekondë zotëri. Belinda Balluku kërkohet sepse është në hetim. Si do i kërkosh Ramës ti largohu kur ai s'është në hetim? Ç'është kjo logjik valla? Sa më ke gabim. Po them jo ti jo opozita, se ti s'ke punë. Lërëm opozitën. Ti mund të thosh të jo opozita. Jo opozita e ka drejtën t'ia kërkojë. Po mirë, po dakord, edhe ja kërkoj edhe Rama do t'i thotë hajde, jam patjetër. Çfarë ndodh me fatin politik të Edi Ramës në këtë moment? Asnjë. Unë mendoj që Edi Rama, nëse ikën Belinda Balluku, Edi Rama nuk është më komod. Sepse Belinda Balluku është njeriu i cili ka drejton një pjesë të mirë të administratës zotri. Si e drejton? Po e kanë kontroll më një pjesë mirë drejtorëve. Drejton, po e kam thënë pra drejton dhe ka dhe një listë për të paktën qarku i Fierit ka 12 deputet janë të gjithë është përgjegjësi ekskluzive e përzgjedhjes nga Belinda Balluku aty. Dhe ata nuk e shesin Belindën. Po më fal më një minutë, po flasë ku i librat brenda, po bëjmë analizë politike. Tani ke rastin e tenderave, ke rastin e operatorëve ekonomik. Të gjithë këta, nëse kjo lidhje e ngushtë që ka në qendër Belinda Balluku, nëse kjo prishet, Edi Ramës i krijohet shqetësime, sepse sot ne po shohim që ndaj Edi Ramës po orkestrohet një furi debate që po një furi sulmesh apo kritikash politike nga ai ish eksponentët e Partisë Socialiste, që dikush ka një prapavi. Po jo, kjo është pyetja, çfarë është fati politik i Edi Ramës? Hajde t'japim detaje. Fati politik i Ramës. Po s'është pra edhe një herë. E gjitha lidhja tjetër për mua, unë e di çfarë bën Edi Rama. Dhe unë jap një parashikim. Për mua Edi Rama që të shpëtoj kokën e vet, dhe të jetë imoral se ore Denisi e merr mirëqen që Rama spreket nga asgjë dhe si ndodh asgjë. Ore është tjetër gjë ajo, unë thash unë thash Rama nuk mund i kërkosh Ramës largohu. Po si mund të kërkosh më po ja arrestosh zëvendës kryeministria? Edhe një herë pra. Kur them nuk mund t'ja kërkosh, do mund t'i kërkosh, s'ka problem. Politikisht ai çfarë po thonë Denis tani? Edhe një herë pra, edhe një herë. Ne po ecim me opozitën pra. Edhe Almeri tha, opozita pas këtij zhvillimi ka të drejtë i kërkojmë Ramosik. Dhe unë këtë thash. Një vend normal Rama do të mbaj përgjegjësi politike. Një sekondë opozita e ka kërkuar Ramosik që në 2013. Dakord. Okej. Rama nuk ikën sepse ç'a ndryshon ky rasti Belinda Balluku me gjitha rastet që kanë ndodhur në qeverinë socialiste. Si ku ndryshon? Ku ndryshon? Jo, është tjetër gjë komplet Balluku. Po edhe një herë po them pra. Nuk ka qenë profilin e Ballukut dhe ka qenë ky Ahmetaj. Ahmetaj, jo, s'ka qenë kurrë. S'ka qenë zëvendës kryeministër. Ka qenë zëvendës kryeministër. Ku jo prit. Kur Aben Ahmeta ju vu me shpata pas muri nga Spaku, kishte 8 muaj që ishte shkarkuar dhe me libër shtëpie nga Edi Rama. Po dakord, më po themi si pozicion, kjo është në detyrë më. Një sekond tani. Edi Rama para disa ditësh po në atë intervistë, prandaj të kam thënë 100 herë Redo. Nëse do të kuptosh politikën, do lexo Ramën dhe Berishën. Dakord. Rama tha një gjë prapë me vlerë. Në Partinë Socialiste tha, nuk ka dalë akoma një bir politik që të vrasë babait. Pra jam unë. Nuk ka, se ju po e bëni zonën Balluku tani sikur ajo ka 50% të partisë. Dakor? Jo, ai bën dhimbje kokë Ramës, ky është diskutimi. I ka dhënë dhe ajo zëvendës ministria me ark peshku, më që edhe ajo është për një kryeministër, çdo zyrtar. Po ja pa këto më them pra, dhimbje kokë. Almeri thotë ka 13 deputet. Ore lëre. Okej, qoftë ti mendon që Rama do kesh 71 numra?
Atëherë del për opozitë pastaj të bëj moción mosbesimi me Berishën. Mos e vën diskutim këtë se. Apo ja po. Këtë thot pra. Këtë ishte. Denisi e merr të mirëqen faktin që neve duhet të jetojmë në këtë vorbull politike, në këtë anormalitet. Në këtë anormalitet politik ku opozita është shkatruar, ku Rama është i gjithë pushtetshëm dhe kjo gjendje është mbës e normale, s'ka ndonjë problem. Ikë dhe Belinda vazhdon pra Rama. Cili është mendimi jo? Po flas për normalitet politik. Anormalitet politik kjo gjendje është krizë. Se sapo thej që opozita është ajo që është. Cila është zgjidhja? Rama me çmerinë e tij është kjo. Ha, kush është? Mund zgjidhja, po. Unë opozitën shumëzoj me 0 për gjën argumentin politik. Unë njëra tjetër është. Dalë pra 1 minutë, unë do merrem me qeverinë o zotri. Nëse unë në këtë moment të gjitha trysnin presionin politik, do ta si forcë opozitare apo si media apo dhe si zë modest që jemi, do thosha ti zotri ke përgjegjësi politike për gjitha skandalet që po ndodhin dhe kjo gjë që po i ka ndodhur Belinda Ballukut të bën ty përgjegjës që ti do ta çosh vendin në zgjedhjet parakoshme. Ai do marri instrumente Belinda Balluku për ta. Okej, këto po të rrezullojnë politik. Vetëm një sekond, vetëm një fjali do të them. Belinda Balluku mundet ta rrezojë Edi Ramën në momentin që Belinda Balluku se ka 20 deputet. Ka 20 deputet zonja. Ka qësisht. Po mirë, kjo por ka dëshirë për ta bërë apo jo? Fakti që asnjë s'ka folur deri tani, unë nuk e vet dot dorën zjarr të them që do flasi dhe Belinda apo jo. Pra nuk jam dot i sigurt për këtë gjë. Por që Belinda atë e kërcënon më shumë se çdo kusht tjetër, të gjitha them me bindje. Dua të jap prap një shembull se ka filluar të më pëlqejë shumë Bashkimi Evropian këto kohë të fundit. Gonzato është jashtëzakonshëm, ta jam thënë. Denis ndaloi komisionin Xhafa, nuk është pak. Jo, e ke thënë si askush tjetër. Ai është një ambasador nga më të mirët, pavarësisht se Berisha e sulmon. Për budalliqet e tij e ka sulmuar pafund. Po çfarë ka sulmuar? Për ato dakord ma, po nuk e sulmoi fare bila e hoqën nga parlamenti ose s'dua të dal nga një tjetër gjë. Ka sulmuar pra, sepse për çështjen e narkoshtetit e kam dëgjuar vet. Denis të rrim te pjesa që Bashkimi Evropian, domethënë ajo që ti the. Marta Kos para disa ditësh deklaroi këtë gjë. Prandaj them unë që Rama nuk rrezikon politikisht nga kjo çështje. Mund të rrezikojë nëse ai hetohet vetë, është tjetër çështje. Tha, kur u pyet tekstualisht për zëvendës kryeministër në hetim, është pozitive tha që këto raste zbulohen dhe vlera është e spakut. Nuk tha që duhet bie qeveria, se ka vazhdimsi jeta politike, por nuk është se ne i marrim shqiptarët jemi shumë pasionantë dhe ne marrim nga një ti lexon vullnetin e ndërkombëtarëve. Jo, duhet të them këtë që zonja Balluku në këtë është në një moment shumë delikat sepse si është e njëjta gjë me Erion Veliajn. Pse është në moment delikat? Sepse nuk po rrezikohet vetëm karriera politike, por po rrezikohet dhe karriera, po rrezikohet dhe dënimi penal, sepse kemi akuza penale. Kjo e bën situatën për Ballukun shumë të vështirë. Ndërkohë për Ramën nuk kemi këtë situatë. Prandaj kjo që thot Almeri nuk ka sens. A të jap një shpjegim këtu të lutem? Vetëm Okej, patjetër. Jo, dua vetëm edhe mendimi. O Denis, ke disa të vërteta për gjysmë, do të shpjegoja. Është shumë e vërtetë domethënë që Edi Rama tani ka një hall tjetër. Atë hallin që ka me europianët, në sensin që të tregoj veten e vet që jam një kryeministër pro-europianist që do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ka kusht, nuk është halli. I është vënë kusht më. Dakor. Okej. Dhe sot, sepse ne nga që na merr kjo rutina Belinda Balluku, Ilir Meta, Erion Veliajn, se thash nuk shikojmë për tek saja. Sot ka qenë Marta Kos në zyrën e Edi Ramës para se të shkonte Belinda Balluku. Okej. Po. Sepse nesër është samiti i Bashkimit Evropian në Shqipëri, një samit shumë i rëndësishëm. Pra, imagjino pak ti Edi Ramën që nga njëra anë do të bëj babaxhanin evropian, njeriu europianist, dhe nga ana tjetër i plas bomba në dorë me numrin 2 të qeverisë. Por edhe një herë po të them. Jemi në dy pozicione. Po të flas me gjuhën e Edi Ramës. Ku është bomba këtu? Ai ka thënë ne kemi punën tonë, Spaku ka punën e vet. Tani çfarë ka këtu? Dëgjoj. Nuk ai. Jam dakord. E vetmja gjë që ti po thua, domethënë që Edi Rama di se si ti Jo, duhet të flas për atë që është vazhdimësia e qeverisjes. Kjo është e rëndësishme për Edi Ramën sot. Ta kuptova. A mund ta jap edhe këtë? Dhe janë dy momente delikate, është pezullimi i zëvendës kryeministres
dhe pezullimi I ministres së energjisë dhe transporteve apo jo. Ky është një është ajo, një në dy I ka. Po jo, janë dy dikastere, pra duhet zëvendësuar të dyja. Po mirë. Jo, po ky është çiko edhe një herë, por kur flasim institucionalisht, duhet të dalësh te ky moment. Po Denis, ti mendon që është problematik me zëvendësum Belinda Ballikun aty Ballukun sepse vëra. Okej, tani çfarë ti je me atë që thot Almeri tani Rama duhet bjer. Jo, nuk ka duhet bjer më Balluku. Pse mos bjer më Denis? Pse mo ka një sër aferash korruptive më? Pse Rama duhet ta mbajmë ne mbi shtëpinë më? Po se instrumente Balluku për ta bërë po se mban ti asur. Belinda Balluku as për dëshirë. Belinda Balluku është e friksuar dhe ka fuqi politike Balluku. Fuqi politike ka, vullnet politik nuk ka. Fuqi politike ka, pra se ka numrat aty. Problemi është që unë mendoj që me këto numra ajo nuk është budallaqe të rrim duar kryq. Do negocioj fatin e vet zotëri me këto 20 deputet. Dhe ti thotë Ramës, o ti o unë, o ikim të dy. Prandaj unë parashikoj zgjedhje parakoshme zotëri, se nuk ka rrugë tjetër nëse nuk ka një veprim më konkret nga Edi Rama për treguar që e lëshoi atë. Nuk ka më. Unë mendoj që dhe amerikanët ja kanë bërë ditur Edi Ramës. Rama e lëshoi Balluku I bën presion dhe zgjedhjet e parakoshme po thuat I janë skenar. Shiko ç'a ndodh. Nëse Belinda Balluku, rezistenca aktuale e Ramës për mos ta shkarkuar tregon që Belinda Balluku me këto 20 deputet po I bën presion. Nuk ka shpjegim tjetër. Le të thotë Denisi çfarë të doj. Le të interpretoj si të doj. Nuk ka logjik zotëri, nuk ka. E ka. Almer, nuk janë 20 deputetë, këtu gabohet. Ka 20 mo. Ta them unë mo ka në Durrës. Almer. Ka. Më dëgjoj një sekond. Jo 20 më. 50 të ketë. Po. Të gjithë shkojnë flen me Belindën dhe zgjojnë me Ramën në mëngjes. E ke shumë gabim. Mi vazhdo atë. Unë mendoj që Belinda po të them unë është në qoftë se ka një lloj shantazhi. Nuk është Belinda Lalieri. Aha, po dëgjoj një sekond tani. Në qoftë se ka një lloj shantazhimi që teorikisht po ta marr të mirë që kanë. Vjen për shkak se Belinda Balluku ka firmosur për Edi Ramën për të gjithë shka që ai ka kërkuar të bëjnë gjatë kësaj periudhe kohore. Dhe ndoshta ky mund të jetë shantazhi më I politik midis palëve. Po se ti nesër Ervin atë Hoxhën apo Ervin Hoxhën çai kishte që ministri se si mbaj mend tas emrin, imagjinoj, ministri I Brendshëm apo Ceno Klosi apo ku di un, apo Zeqineja nga të Belinda Balluku bëhen nesër me Edi Ramën, ti ke pasur azganesha në Këshillin Bashkiak të Tiranës për politet? Jo vetëm një gjë është një gjë interesante. Ti merr, çka merr? Ju I merrni qer, I merrni të mirë qera. Ma besoj që këtë situata është më e rëndë në Shqipëri dhe brenda PS-së. Prit një sekond tani. Nuk ka që thjesht sa mendon. Një sekond, po ecim me teorinë e Senardi merr se teoria ka funditur mazhorancën. Po këtë po them. Teoria e Almerit është kjo. Almeri thotë nga 83 mandate, Rama sot ka 63, 20 I ka Zoja Balluku. Se numrat janë pushtet, prandaj po nuk e pyet njëri se s'ka numra. 63. Tani nuk ka më mocion mosbesimi. S'ka më është hequr. Që të bie Rama në parlament, duhet të bësh ministri tjetër një herë. Po, duhet që këta 20 deputetë e zonës Balluku të bashkohen me 55 deputetë e Zotit Berisha dhe të nxjerrin një kryeministër. Prandaj them unë, nëse ke ndonjë informacion që janë këto numra, atëherë është lojë tjetër pastaj. Unë kam bindje dhe kam informacion që Balluku ka 20 emra. Si çka grafe kanë bërë në kushtetuese, në 2008-ën. Pra kanë arritur që me këtë gjë të ndryshojnë mazhorancën në parlament, jo me votë, se kjo është në parlament, s'është me votë. Nëse ka një skenar Almer, prandaj po të pyes, nëse ka një skenar të opozitës për të bashkuar votat me 20 deputetë. Pse nuk I bashku? Ore, pyetja është ai ka 20 deputet. Po I ka 20 deputet. Unë nuk besoj që I ka. Nëse prandaj thashun, po kishte 20 deputetë të tashë gjallë Ramën bor, interesi 20 deputetë, nuk vazhdon. O avokat. Po lemo se sa ajo di ka dalë apo s'ka dalë nga zyra, apo di që paktën para një apo 2 orësh aty ishte akoma. O zotri, me Ramën. Vazhdojmë akoma I themi të njëjtë Po nuk është e vogël Belinda Balluku. Po të thashë është e vogël, më të thash ka 5 vjet. Ju e quani Ramën të pathyeshëm. Rama nuk është I pathyeshëm zotri. Rama thyet vetëm nga brenda llojit, jo nga opozita. Jo, Rama është I pathyeshëm deri në momentin kur ke bacën në krahun ti, do kështu që mos bëjmë atë histori tani mos kalot kot. Unë po ta them, ajo që është totalisht I pathyeshëm deri në momentin kur ka Sali Berishën. Shiko, unë të themi gjë, Rama do ta marrë goditjen
dy mundësi, dy opsione ka të marrë Rama Goditit, nga ndërkombëtarët, një, edhe nga brenda dy. Dhe kjo nga brenda po luan, po vlon shumë fort. Ku e shikon? Po vlon, ku po shikon nga brenda? Fakti që ky njeri sot nuk ka guximin dhe kurajon të dalet të ballafaqohet me shqiptarët për Belin dhe Ballukun, kur e ka aty me mas sigurie zotëri, e ka ndaluar. E ka me aferë korruptive. Nuk i intereson fare ta bëj një gjë tillë, mo ti ja fut kot apo. Ti thua se s'bëhesh ti politikan moral. Po flasim për një politik të drejtë apo po flasim për lum politik? Çfarë po flasim pra? Pse çfarë politik drejtë pasur ti? Unë mendoj, unë eci mbi principet e politikës. Po mirë, aty shkon Danimark, pse je tu? Jo, pra jo, nuk jam në Danimark. Unë mendoj se si duhet funksionojë kjo situatë. Si sepse e që pesht letë Belindën... Sta thash pesht letë, unë loda duke ta shpjeguar. Opinioni publik është larë. Tezën e ka që të gjithë bënë me më të fortin, thotaj, bënë me Rama dhe ata. është larë opinioni publik në fakt. Në momenti kur, se cili nga ju më ndërpret pa çdo fjalie nuk merret veç çfarë po them. Sepse përderisa po mbyt për një gjë unë ta shpjegova. Të thash edhe një tjetër, nuk e quaj Belinda Ballukun pesht letë. Shumë herë më të rëndë se sa Erion Veliaj. Për shkak të pozicionit që ka, është numri 2 i Edi Ramës. Por për te kësaj politik, se kjo është numri 2 i Edi Ramës, është pozicion politik. Tani ajo për të cilin unë dyshoj se mund të jetë shantazhuese ndaj kryeministit është fakti që Belinda Balluku ka firmosur për Edi Ramën në 5 vitet e fundit. Dhe kur ta mora narrativën e tunelit të Llogaras, dhe nuk desha ta amnistoj zonjën Balluku, po të thash, unë e shikoj me të këlloj prismi, që aty ndoshta zonja Balluku ka bërë punën, po s'ka marrë lekët, sepse ka bërë punën për asganin që ka pas mbi krye, kjo nisur dhe nga përgjimet që kanë dalë në telefonin e Erviz Berberit. Kush është shantazhi që mund të bëjë Balluku këtu në rastin konkret? Sepse siç i ka ruajtur të thash Erviz Berberi, të gjitha ato telefonatat dhe mesazhet me Belinda Ballukun. Dhe sot Belinda Balluku shantazhohet nga Spaku ose i ngrit akuzë nga Spaku dhe Belinda mund të ketë ruajtur. Jo mund t'i marrin, mund të ketë ruajtur të gjitha. I ka ruajtur dhe të Edi Ramës. Dhe i çon në Spak po. Nëse ku shkojnë Spak, i thot mua më ka urdhëruar Edi Rama për ta bërë këtë punë, nuk e kam bërë unë. Dhe kjo implikon Ramën, dhe kjo nuk është një lloj vetëm shantazh. Nuk është një lloj Balluku Ramës. Nuk është një lloj. Ti heqi 20 deputetët, po futesh në këtë. O zotri, nuk është çështje politike. Është një çështje midis atyre të dyve, si do ta bëjmë këtë punë, si do ta bëjmë atë punë. Blen edhe bot politikën shqiptare, sikur është politika e Parisit dhe Londrës o burr. Po është çështje fuqie politike avokat. Po nuk është se nuk i ka këto. Nuk ka politikë fare ti ja fut kot o burr tani. Jo. Çështje fuqie politike se kjo puna i 20 deputetëve që thotë Almeri. Unë nuk besoj që i ka, po nëse i ka dhe ata rinë stoik, ata janë pastaj rrezik real për Ramën. Nëse i ka. Unë nuk besoj që i ka. Po me që holli spekulimin Almeri si për herë. Ai deputeti i socialisti i viteve 2000, 2007, 2008 ka ngordhur o shumë. Po në PS çështje morale, çështje në PS. Po ai karakter deputeti ka ngordhur në PS. Nuk ka më, PD s'ka pas në një. Në PS unë mendoj që të gjithë nuk prodhon asgjë për momentin, se të gjithë janë pritje të le të themi të zgjidhjes që do të jap Rama kësaj situate. Po ti shohësh presin Ramën dhe këto zërat që kanë dalë në publik tani që në 11 shtator nuk pritën Ramën çfarë do bënin për bashkinë, pritën Ramën për qeverinë, për të gjitha. Pa ti bashkohesh asaj pjesë që thotë dhe Rama do presi ditën e shtunë, derisa të mbyllet edhe afati ciklik i masës sigurimit dhe do thotë ka pezullu, as kam nevojë me të shkarku fare, ka pezulluar i slet me u fut në nuk e di, këto pastaj është çështje teknike, juristët e dinë më mirë. Patjetër, ju teknike. Ajo është vendim gjykati që duhet zbatuar më tepër. Po pra në rregull, pra. Pra pas 48 orësh duhet të dëlërzyre po thua. Po pra, nëse këta apelojnë, po të them, vendimi i gjykatës, ky është masa e sigurimit, se është dhënë mas sigurimin në dhomë këshillimore, pa praninë e palëve. Po. Tani në qoftë se zonja Balluku nëpërmjet avokatëve besoj do ta apeloj. E apelon në shkallë të parë, pra shkon në shkallë të parë. Unë besoj me 99.99% do jepet e njëjta. Po. Nëse derisa të jepet ajo çfarë ndodh? Është una, mbaroj. Ja iku pretë masa po thua. Po të brenda 48 orëve nga dita që është. Okay, duhet 48 orë janë. Po. Nëse do ta ezauroj. Pastaj mbrapa mund të shkojë në apel, por asaj sigurimi në fuqi, nuk ka nevojë fare. Pastaj apeli është tjetër gjë. Po leta, asaj mund ta kthejmë punën apeli, po unë po them domosht se çfarë do bëj. Tani nuk kemi ndonjë informacion se çfarë do bëj. Edi Rama e ka të zgjidhur. Po pra, po them pra, prandaj po them. Po ai mund të marrë një feedback politik që mund t'i bëj shefin Almerit, Nardit, Denisit dhe ty, që thotë ja unë e heq vet,
dhe na po qefi ne. Pa çdo më ta marrin këtë Kosovë funditës. Unë të thash, Rama është faqur shumë i qetë edhe në parlament, edhe të gjithë të tjerë. Për nesër ka gjitha zganët e Europës. Këtu do merret me Belinda Ballukun, interesio. Dhe qëndrimi i tij ka qenë shumë i qartë që shiu le të bëj punën e vet, ne punën tonë, Spaku punën e vet. Avokat, secili ka punën e vet dhe Almeri ka punën e vet. Denis, po të mos harrojmë që si niset nga unë thotë Denis. Jo, sepse ndërkohë që më kujtua ajo që tha Denisi, domthon sot një javë kam domthon për deklaratat e Gonzatos edhe faktin që SPAK mund të nisi, le të themi, ka një skenar pastrimit politikës në mënyrë që Shqipëria të bëhet gati për integrimin. Goditja e Ballukut është pjesë e këtij skenari, apo është një skenar që tenton goditjen e elitë polës korrupsionit. Shiko, shumë e rëndësishme ajo që tha, një detaj që nuk e kisha menduar, jo se nuk ka ashtu, po me që përmendi Leonardi. Për herë të parë, Spaku po futet tek tenderimi, që është tenderimi të gjithë e dim, besoj është thënë, jo me këtë qeveri, po që nga qeveria e parë ndoshta 92-shit, që është ligjërimi i korrupsionit. Pra kështu është quajtur në popull, apo jo? Pra me tender nuk ka nevojë të hysh shumë. Më fal Denis. Është zyrtare nga Spaku. Po, më thuaj, më lexo çik. Për tunelin Llogaras, të thotë domethënë që tuneli Llogaras në pak fjalë është bërë ndërtimi i saj dhe është bërë gjithë tenderimi që për shkak domethënë të ndërhyrjes të përcaktuar nga ana e Belinda Ballukut si ministre e infrastrukturës. Dhe çfarë do të thotë avokat? Jo për lotin 4. Po flet, këtu po kanë nxirr për sa i përket tunelit Llogaras. Okej. Pra është njoftimi zyrtar. Zyrtar. Është njoftimi zyrtar i Spakut. Njoftimi zyrtar i Spakut këtu ndryshon akuzën për... Jo, thjesht kanë nxjerr, atëherë njoftimi zyrtar çka do të thotë domethënë që gjithkush nga ne tani që do të marrin tender, jo të marrin një tender, por të artikuloj këtë në mënyra me ngjyrime nga më të ndryshmet, Spaku i ka thënë ky është versioni zyrtar. Kjo është ideja. Almer, skenar amerikan, irritim i prokurorëve siç tha avokati, apo pastrimi i politikës në mënyrë që Shqipëria të bëhet gati për të integruar, apo luftë politike e brendshme në Partinë Socialiste, thjesht luftë për pushtet. E pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të pandehur Elvira Zebeni, Gentian Gjyli, Erald Delezi, Jetmira Dervishaj, Mirzeta Kashnica kanë përcaktuar fituesin i kësaj procedure prokurori duke krijuar avantazhe dhe privilegje në të padrejta në bashkëpunim me njëri tjetrin, shkelje barazisë tendera. Kjo është paga shumë. Ta ka shqyrtuar të gjithën, caktimin e masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues, ndalimi i daljes jashtë shtetit e masës së sigurimit personal me karakter ndalues, pezullimin e ushtrimit nga detyrë shërbimit publik për Belinda Ballukun. Okej, për tunelin, jo për lotin. Këtu të thot për tunelin, për momentin. Nuk ka dalë ende për lotin, Për lotin. Për lotin është hetim, po sepse është hetim, pra ta thash unë tash është hetim. Almer, pra 4 skenare paga shumë. Kemi të bëjmë me një skenar amerikan që përflitej prej fillimit krijimit reformës drejtësi që kishte të bënte me goditjen e përmbysjen e establishmentit korruptuar politik në Shqipëri. Kemi të bëjmë me një zemrim, me një luftë midis SPAK edhe politikës në kuptimin që asaj që parashtroi avokati. Kemi të bëjmë me një pastrim, ajo që paranoi Gonzato, që thotë Denisi, me një pastrim të politikës dhe të korrupsionit në mënyrë që Shqipëria të shkojë drejt integrimit BE, apo të kemi të bëjmë me një luftë të brendshme në Partinë Socialiste që ka filluar t'i haj kokën, domethënë njerëzve që pretendojnë fronin për pasardhës. Ajo froni për pasardhës mendoj që Belinda dhe Erion Velia ishin, të tjerë nuk shoh opsione. Njerëz që mund të angazhohen që t'i marrin postin e Edi Ramës. Unë e shoh në këtë këndvështrim që Edi Ramës i intereson një pastrim i politikës, një pastrim qoftë dhe i të tijve, dhe të dalë faqebarët përballë ndërkombëtarëve, padyshim që është një interes primar Edi Ramës që thotë që në Shqipëri ka funksionuar reforma në drejtësi dhe neve këtë investim që kemi bërë bashkërisht me financimin e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e kemi realizuar me sukses.
Ky është një opsion më se logjik dhe më se i drejtë për ta gjykuar. Kurse padurimi që po shikojmë brenda Partisë Socialiste me të gjithë vlimin. Kërkoj shumë ndjes. Më fal, se tani po e shikoj të gjithë. Është dhe për unazën e madhe. Është dhe për unazën e madhe. Pra, dhe ndërtimi thot dhe prokurimi dhe për procedurën e prokurimit me objekt ndërtimi i unazës së madhe të jashtme të Tiranës pra Ploti 4. Pra, ke qenë sakt edhe pse tani është zyrtarisht. Ky ishte lajmi që ka dalë në media gjithë ditën sot, po sot është zyrtare. Tani është zyrtare, po e lexoja të gjithë se ishte shumë i gjatë, më falo Almer. Ishte shumë i gjatë si njoftim nga ana e Spakut edhe ka është unaza e madhe Loti 4. Unaza e madhe. Shiko, brenda Partisë Socialiste luftet e klanave kanë ekzistuar historikisht edhe në vitet e fundit midis klanit Velie dhe klanit Balluku që kanë qenë më të njohurit ka vazhduar, po ashtu lufta për ndarjen e plaçkës së fitores, plaçkës pushtetit, plaçkës luftës, fituar të dalë pas zgjedhjeve është një betejë e brendshme brenda Partisë Socialiste, por trembja që presioni që u ushtronte Rama mbi ta që mos flasin sepse mund t'i çonte te paradrejtësisë, që mund t'i shkarkonte, që mund t'i nxirrte nga politika, i ka bërë këta njerëz që janë të më frenuar. Unë aktualisht kam parë një irritim të jashtëzakonshëm të Erion Braçës, pa kompromis, një irritim që shflet shumë për gjendjen brenda Partisë Socialiste. Edhe në një numër të madh drejtorish, dikasteresh apo ministrish, ka të njëjtën intensitet vlimi situata. Pra ka një lloj përpjekje që njerëzit janë duke thënë enough. Pra mjaftueshëm për të duruar. Dhe ka ardhur momenti që mendoj që të gjitha këto zëra po bashkohen dhe po reflektojnë, mendoj një lloj presioni që po shkon mbi Ramën. A e përballon Rama këtë presion? A e shtyp Rama këtë presion që ngjelet për tu parë? Por Rama sot ndihet komod në një farë mënyre sepse ka një opozitë të çal përballë edhe nuk e reflekton këtë lloj shqetësimi në publik. Nisur nga betejë që Rama ka që ne kemi përsëritur dhe unë kam thënë që do që të jetë njeriu që do ndërtoj Shqipërinë me Bashkimin Evropian, është gati të lëshojë të gjithë. Por jo në të gjitha konturet mua më qëndron kjo logjik që Rama mund të jetë njeriu që mund të fusi Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Se unë ditë themi gjë me siguri që me bindje kam unë që amerikanët nuk do mbajnë njëjtin qëndrim ndaj Ramës, nëse nuk lëshon Belinda Ballukun. Mund të ndryshojë qëndrimi në raport me ta, mund të jetë më i ashpër. Deri tani amerikanët kanë një qëndrim pothuajse të ftohtë, të baraslarguar, të indiferent dhe nuk janë aktiv apo të kenë një marrëdhënie me Ramën. Po kjo nacion në skenar amerikan pastaj. Po më lë pra një minutë. Amerikanët po shohin dhe po presin. Amerikanët po shohin se çfarë do bëj Rama me Belinda Ballukun, sepse për amerikanët Belinda Balluku është një person non grata. Është një person i pa dëshiruar. Është një person që nuk duhet të jetë në qeverisje për disa arsye politike dhe ekonomike dhe afera korrupsioni. Atëherë, nëse Rama do ta mbaj Belinda Ballukun, unë mendoj që Rama do ikë bashkë me Belinda Ballukun. Dhe unë shikoj në të ardhmen apo shumë shpejt një skenar të zgjedhjeve të parakoshme në pranverë. E shoh si opsion. Nëse Rama nuk bën vizën e dur politike, sepse amerikanët nuk mund ta presin të durojnë pafund. Tani, Denisi e përmend shpesh, zgjimi i interesit nga europianët në Shqipëri për reformën drejtësi. Të gjitha këto kambana ku bjen? Drejt Ramës bjen. Pse ti kujton që drejt Ramës? Po ma lë pra një minutë. Pse ti kujton që Rama do ta falin pafund dhe do të thonë që ne të duam ty në BE, ne të duam ty në BE edhe ti na vish ne me shpinë korrupsioni me një korruptoresh. Rama qeverisë. Nuk mund ta lënë ata Ramën që Rama qeverisë Spaku heton. Është thjesht. Si? Rama qeverisë Spaku heton. Rama prodhon korrupsion. Rama prodhon njerëz korruptuar. Se ti kujton që Europa gjithmonë do shojë Ramën zotëri është nominal, nuk është nuk mundesh të vazhdoj me këtë pafundësi. Po tani më fal, apo të vinë nesër se ndoshta unë se dia sa informacion për interesin e tyre ndërkombëtar më. Cili është interesi i tyre më? Interesi tregon që Shqipëria për të mirën e Shqipërisë. Po mirë pranë rregull. Mirën e shqiptarëve. Dakor, po jo nuk lidhet. Kjo e ka gjetur është fati vetë Rama ka gjetur në pushtet në moment. Nëse Shqipëria do konsiderojë, nëse Shqipëria do konsiderojë narkoshtet dhe super i korruptuar ose vendi më i korruptuar në botë, nuk do vinë ata. Nuk e din këtë gjë ata. Po e din ata dinë që ka korrupsion. Tani raportet tregojnë që neve jemi një vend me korrupsion në rritje. Fakti që zbulohet korrupsioni, të bëj një pyetje unë. Fakti që zbulohet korrupsioni është lajm i mirë, nuk është lajm i keq. Sepse fakti që raportet e Bashkimit Evropian tregojnë që Shqipëria ka një korrupsioni në rritje. E thon ata, më unë e them, shikoj raportet e tyre. Në periudhën e 8 viteve të qeverisë Berisha dhe s'po përmend emra, nuk është hetuar askush.
Çfarë do të thotë kjo që s'ka pas raportet e korrupsionit për qeverinë Berisha? Si lexo raportet e korrupsionit. Lulzim Basha. Edhe ai iku me vetëm Lulzim Basha u Do bëjmë vetë do i gjithë korrupsioni i qeverisë 8 vjeçare ka qenë afera Durrës Kukës. Pa as mos nuk vjedhin ata. Nuk vjedhin pra. Prandaj po të them edhe unë po të flas me qendrimin e europianëve. Dhe prandaj po të them që teza e tyre do jetë teza që do triumfoj. Pra, Shqipëria nëse triumfon teza atyre ti thua Rama do mbetet, do të vazhdojë të mbetet në pushtet. Edhe një herë nuk goditja e Ballukut nuk do të arrijë që ta trondis politikisht pozicionin e Ramës si kryeminist. Këtë po. Pozicioni i tij si kryeminist është tjetër gjë. Unë pozicionin e tij si kryeminist e trondit vetëm nëse ka hetim spaku, asnjë gjë tjetër. Kjo tjetër gjë. Numrat janë pra, kjo që thot historia nuk e merr të mirëqen dhe nuk e pranon faktin e presionit ndërkombëtar. Po jo ta pranova, si se pranova, unë të thash biles, unë e kam nisur që javën e kaluar. Ti thua që ata nuk bëjnë presion, për ata thjesht kontrollojnë spakun dhe i marrin ushtarët e Ramës dhe thonë ti s'ka gjë rri, se ne po të marrin njerëz të korruptë. Ata i kanë thënë spaku shumë afër. Filluat emisionin nga para më duket. Duhet të them një gjë. Jo nuk ka Zoja Balluku është futur në listën e personave që janë në akuzë. Kaq ka mbaruar historia, nuk është i ngjashëm me Ramën që nuk është në akuzë. Dhe sipas Almer Toskës edhe non grata në Amerikë. Kjo është tjetër gjë, spekullimi i Almer kjo. Kjo të fushë spekullimin ti nuk futem unë, se ai aty është mjeshtër i fushës. Dua të them një gjë. I spinëve. Nuk mos e merrni kaq pra ju kujtoni tani që u akuzua Balluku. Mbaroi Rama, mbaroi Shqipëria. Jo zotëri, nuk është kështu. Jo, shumë afër më Denisu. Shumë afër Balluku kryeministri. Rama, po le të jetë më shumë afër. Po çfarë përgjithësi? Dakor, puna është nëse është në atë kuadër që ti thua, nëse jemi tek pastrimi i rrugës për një sekondë pra, nëse spaku ka një skenar tjetër pas kësaj. Unë them këtë gjë, nëse spaku heton Ramën, nuk do dal Bashkimi Evropian të thotë mos e heto, sepse dua që të jetë ky kryeministri që ta çojë Shqipërinë në BE. Kaq po të them pra. Rama është drejtuesi i qeverisë, dakord? Aktualisht nesër pret gjithë përfaqësuesit e Denisi është duke thënë që Rama ka një komoditet politik sepse nuk ka opozitë përballë që ta shqetësojë. Jo, mos është kjo opozita, po është ka këtu devizën e vet ai. E ka prognozën këtu dhe e mban këtu. Po jo, ka të drejtë. Ka të drejtë. Rama do t'ia bëj presionin. Ndërkombëtarët thotë kanë spakun. Edhe e bëjnë presion përmjet duke i marrë njerëz të spakut. Me amerikanët ndërkombëtarët e bëjnë presionin te Rama duke i marrë njerëzit e spakut. Sepse këtyre o zotëri, unë nuk shoh ndërkombëtarët sepse unë dua ta pranojmë që shqyr që ka ardhur kjo ditë që ata po na fusin në Bashkimin Evropian. Dhe ata kur e kanë ndarë mendin që ta fusin neve nuk do merren thonë ik ti sepse do sillet në një tjetër. Ata thonë hajde të vazhdojmë se ty të kemi, s'kemi ndonjë tjetër që mund më të mirë se ty dhe vazhdojmë përpara. Një gjë duhet kërkosh ndjes për Altin Dumanin se e ke ja 2 emisione e ke masakruar e ke bërë. Po, nëse spaku është në këtë nivele është edhe fal ti. Çfarë po thua Dumani? Po Altin Dumani nuk ka parë dosjet e tura nga Dumani. Ti fleme me foton e Altin Dumanit apo? Jo, ishte për ta ngacmuar me që e ka quajtur antar të antar. Por mua Altin Dumani ka dëgjoj një fjalë që ka thënë për emisionin. Më ngacmove pra. Se mua unë me këtë fjalë do ta mbyll sonte. Dëgjoj Denis, se ka thënë 3 herë. Kemi edhe një pyetje. Ka thënë 3-4 herë 3 emisione rreth që thotë çfarë do ndodhi me spakun në dhjetor, në janar, vitin tjetër. Ky vazhdimësia është e njëjta gjë. Unë them një gjë tjetër. Po. Besoje do jetë më i mirë se sa ky spaku që ka qenë. Patjetër mos si punë e buxhetit, buxheti do të pengesë ka qenë Altin Dumani zotëri. Unë nuk e besoj. Mbajmë çapo më i mirë. Mbajmë fjalë më i butë. Do jetë më funksionale. Më funksional. Më funksional, mbajmë çapo këtë. Mbajmë. Kjo është zbatëshmëria e ligjit do jetë më eficiente. Jo, mote, oreti. Po pengon Altini më Altin Dumani kur e ka marrë. Mirë, ju s'doni të gjeni. Dakor, jo, vazhdo. Ju mendoni sikur i dini gjithë. Vazhdo. Çfarë do them unë ju? Tani edhe më ngacmoni edhe unë të zgjidhni lajm ju s'doni. Leonard, kjo që thua ti është në të ardhmen, nuk e dim. Por ama dim ta themi që Altin Dumani po flas për të ardhmen e afërt se sa Arben Kraj. E themi këtë? Po gjithë ditën. Ai që do vi pas Dumanit do jetë më i mirë se Altin Dumani. Këtë po thotë. Po nuk vjen rrjedha logjike asaj që the ti. Nuk ekziston për herën e tretë, sepse është e vërtetë që ajo që bëri Arben Kraj në raport me Altin Dumani dhe Altin Dumani në raport me Arben Kraj, ose nata me ditën. Kjo nuk lidhet me punën e spakut, por lidhet me ata si dy personalitete. Arben Kraj është etusi e Derozës vëlla. Unë di këtë gjë. Tani unë di në departament të shtetit është thirrur Altin Dumani si pak njerëz në këtë Republikë Popullore.
që kemi ne. Është thirrur dhe Sajmir Tahiri. Dhe Sajmir Tahiri. Tani është tjetër koha ajo, mos themi avokat, na argumentoj. Ishte parantezë për Almeri ngacmim, nuk ishte pjesë e emisionit. Jo, vazhdo se u hap debati i bukur, vazhdo. Unë ditë të them që Altin Domani kur është vendosur si kryetari i SPAK-ut, po e them kështu, i ka rrahur gjoksit dhe amerikanëve dhe shumë të tjerëve që keni për ta parë se çfarë do bëj unë këtu për të ndrit faqen juve. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, Denis, pse pak janë këto gjëra që po shohim. Po prit, sepse po të them edhe një herë tjetër. Këto që ti po shikon nuk i ka bërë Altin Domani, se kjo është punë e Dritan Premçit, nuk është Altin Domanit. Se Dritan dhe Premçi nuk e pyet fare Altin Domani se çfarë do të bëj. Okay, mirë. Vladimir Mara nuk do më ja dita ekziston Altin Domani. Atëherë s'pas ka vlerë kryetari atëherë. Pse ky njeriu çfarë do bëj ky më shumë? Sepse po të tregoj një gjë tjetër. Në qoftë se mua më thot mendja se kush do jetë, kush do jetë, është fryma. E ke thënë ti kush do jetë? Kush do jetë më avokata më na ish. Ne të katër ulemi në kafe. Ne të katër ku ulemi në kafe, ndoshta na shkon muhabeti ju të tre më shumë se me mua se pa mua më burr. Jemi në rregull, vazhdo. Po çfarë them unë tani? Si në çfarë gjuhë do ta them? Dhe po të them që për mendimin tim, nga janari e tutje, se shumë ta 10 dhjetor e ke është kryetari. Është kryetari aty. Datën 4 e mbyllet historia, na data 6-7 do bëjnë zgjedhjet ata, marrojnë datë 10 e ketë mbyll me ligjërisht ata. Okej. Dhe në datë 16 do t'japësh një dekorat tjetër Dumdumanit dhe do ta çosh me pushime në SPAK, pra po një 3 vite tjera aty. Dhe do kuptosh se si thua sot Altin Domani Arben Kraja, do thuash nesër, o ku pas kemi qenë. Do ta kuptosh. Pres ta kuptoj, po unë nuk e kam këtë lloj optimizmi. Nuk do dalë njëri me bilanc. Nuk do shkoj kush në dosje më në GKK, që ta dënoj tjetrin me 7 vite burg dhe pastaj të dalin ta pranoj dhe mos shkojnë as ta apeloj vendimin e gjykatës pa bërë një ditë burg. Okej, kjo është tjetër gjë pastaj. Po kush e bëri këto unë? Nuk e pse pa ti thua që ndërhyn te prokurori ç'është tani këtu pas ka ndërhyr. Është Altin Domanit. Mirë. Po Altinit është kjo. Okej. E kujt është kjo? Janë të dy në dosje pra, Premçi me Domanin. Ke informacionin apo jo? Te cila dosje? Te kjo dosje tunel Llogaras. Askush këtu nuk përmendi krye narrativën e opozitës që SPAK-u është instrument në duart e Ramës, ëh. Ekziston opozita? Kjo opozita hahet kjo? Kjo narrativ ka rënë me protestën e SHN-s. Megjithatë, mora vesh sot që do jetë prapë të hënën protesta e dytë. Do të shkojmë ne të dy që të bëjmë dy gjinë. Jo, unë jam në studio, ti mund të shkosh, po unë jam në studio. Do më nxirrësh live që aty? Po, do të nxjerr. Po dole aty do të premtoj që do kem një lidhje dhe besoj do jetë një frymëzim për opozitën. Okej. Faleminderit. Pse avokat, ti tani je në pikën që është SPAK-u është thjesht tani vullnet i prokurorëve, asgjë më shumë se kaq. Po ta thash pa ta shpjegova pak më parë. Ja, unë nuk e besoj kaq. Unë ta bëj analizë, unë ta dash me informacion, dhe të thash, o zotëri, këta janë këtu. Këta i kanë kërkuar deal politikës. Politika nuk ka dha dhe këta mund ta lejoj le të themi mentorët e SPAK-ut. A mund ta lejojnë që SPAK të dalë kështu jashtë kontrollit dhe të godasi? S'ka dalë jashtë kontrollit, thjesht po bën punën e vet. Jo, prisë mund të rrezikoj politikisht. Po për atë punë është ai më. Për atë punë është. Për të rrezikuar politikisht apo për të dënuar korruptorit. Në datën 20 janar të 2019 Kjo është një spond i rënd për SPAK-un. Se po thua deri tani se ka bërë punën, tani nga inati po bën punën. Apo jo, Almer, pak a shumë kjo ishte. Jo, kjo është, por ideja është që ku janë investitorët kryesorë të SPAK-ut. Pas mbarimit të emisionit. Okej. Në rregull? Po më kujtoje diçka, në 20 dhjetor të 2019, se po e shfrytoja, kisha bërë një shkrim. Ku e titulloja, në qoftë se SPAK-u, sa kishte lindur SPAK-u, se në 19 dhjetor ka lindur, 18-19 dhjetor 2019. Qoftë se SPAK-u thjesht do bëj punën e vet, nisur në atë ligjin procedural që ka, aktin normativ, ligjin procedural që ka, nuk do të mjaftojnë buxhet për politikanët. Okej. Pra, ti të kuptosh se sa punë ka bërë SPAK-u gjatë këta 5-6 muaj, mjafton kaq që burr. Ka bërë një lloj pune që s'është bërë fare në krahasuar me vitet e tjera, por është shumë larg asaja që do bëhet, po thua. Që do bëhet. Unë kam një mbështrim pak më ndryshe, mendoj që gjithë mbështetja për SPAK-un vjen nga faktori ndërkombëtar që është i gëshërtuar mes atij amerikan dhe Bashkimit Evropian. Nuk e besoj shumë të çështjen e inatit, jo se ekziston se është ajo shpreha për inatin e
Ore, i natin e ta thashën këtë... Jo, e kuptova, po. Por unë besoj këtë gjë që se janë disa sinjale, redi, ne bëjmë mirë të lexojmë sinjalet, jo le të themi hamendësimet. Për shembull edhe fakti që SPAK nuk e liroi Erion Veliaj në sinjal. Po, e tha Dumani, nuk ka lidhje kjo, tha. Për sinjal që nuk ka lidhje kjo me sepse u krijua një lloj klime nga politika që pas vendimit gjykatës kushtetuese do liroheshin të gjithë, jo vetëm Veliaj, do lirohej Meta, do liroheshin të gjithë që sepse na dha të drejtë gjykata kushtetuese. Ndërkohë vendimi i sotëm i SPAK-ut e bën të qartë që le themi arma kryesore e integrimit të Shqipërisë në Bashkinë Evropian është drejtësia. Dhe ta shpjegova, e hëna e kaluar nuk do mbahet mend për protestën e doktorit, po do mbahet mend për faktin që Shqipëria më në fund ka hyrë në oborin e BE-s. Dhe aty gjërat duke shkuar dhe me këtë që ka bërë SPAK-u në raport me hetimin e një tenderi, imagjinos ç'a mund të nxjerrë këtu me tendrat që janë bërë në këto vite. Jo në këto 12 vite. Se në fazë të pastrimit jemi futur. Jemi në një, ku diun tani ç'a të them, ndërkohë nga ana tjetër duhet parë se ç'a do ketë dhe nga opozita, e cila tani tashmë duhet t'i mas mirë fjalët për SPAK-un, se SPAK-u mund të vijë në dyert e opozitës nesër. Siç ka ardhur, por mund të vijë nesër. Po thua për 21 janarin. Jo vetëm për 21 janarin, por edhe për çështje tjera mos, se tendra kanë bërë dhe këta. Nuk e di tani. Tendrat janë, nuk e di, mund të jenë parashkruar. Jo, se disi është ajo. Për 21 janarin me që për 21 janarin zoti Berisha është në SPAK. Kështu që ajo është një çështje në hetim, nuk e dim se si do shkojë. Nga kjo pikpamje tani, unë mendoj që Shqipëria ka hyrë aty, ose pastaj do ndodhë ajo tjetra që këta të gjithë bëhen bashkë dhe Shqipëria vazhdon të rrisë siç është, në kuptimin e kësaj, pra nuk bëhet kurrë një vend evropian. Po, kjo është një hipotezë dhe kjo nuk është e pamundur, po gjërat duken se nuk po shoh në ato tentativa që politika ka guxuar nuk ja ka arritur. Dhe një prej tyre është dhe Komisioni Xhafa, përderisa ai komision i cili për hir të vërtetës ka bërë shumë punë, është voluminoz, kanë punuar ekspertë të tjerë gjitha, por nuk avancoi. Tani do shohim këtë idenë e Senatit. Po dhe këtu po shoh sikur s'po flitet më. Nuk ka. Në Komisionin për Reformën Zgjedhore po flitet vetëm për financimin e partive, ku diun as për ndryshim sistemi nuk po flitet. Denis, falenderoj. Faleminderit. Kënaqësi që të pata. Avokat, si gjithmonë, kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.